Ajo thjesht donte ta shite babagjyshin nga afër, por u poshtërua. U rrëzua në tokë dhe në këmbim mori një vrengtje neverie. Por dikush e pa gjithçka dhe vendosi që ajo padrejtësi nuk do të kalonte në heshtje. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Duke vazhduar, Ardit Berishës nuk i kishte pëlqyer kurrë dhjetori. Për të, ai muaj përfaqësonte gjithçka false në botë, buzëqeshje të sforcuara, këngë bezdisëse të përsëritura deri në raskapitje, njerëz që shtiren si të mirë për disa javë para se t'i ktheheshin indiferencës së tyre të zakonshme. Në moshën 42 vjeçare, pronari një perandorie të ndërtuar me djers, lot dhe shumë vendosmëri, Arditi e kishte shndërruar neverinë e tij për Krishtlindjet në një mburojë të vërtet emocionale. Nuk merrte pjesë në festa, nuk dekoronte zyrat e tij, nuk shkëmbente dhurata. Për të, 25 dhjetori ishte thjesht një ditë tjetër në kalendar, një ditë që preferonte ta kalonte larg çdo festimi. Atë pasdite dhjetori, qendra tregtare Tirana Gate, në pjesën jugore të Tiranës, gëlonte nga zhurma tipike e javëve para festave. Familje të tëra ecnin nëpër korridoret e gjera me ajër të kondicionuar, duke mbajtur qese plot ngjyra, duke u ndalur para vitrinave të stolisura me plak dëbore që kurrë nuk do të kishin kuptim në vapën e Tiranës. Fëmijët vraponin mes të rriturve, syt u shkëlqenin para dritave vezulluese dhe zbukurimeve gjigante që vareshin nga tavani i lartë. Ajri i kondicionuar luftonte kundër nxehtësisë së lagësh që hynte sa herë që dyert automatike hapeshin, duke sjellë me vete jo vetëm mbytjen e qytetit, por edhe zhurmën e trafikut kaotik jashtë. Arditi e përshkonte atë skenë me të njëjtën shprehje të mbyllur si gjithmonë, syt të ngulitur në celular, duke injoruar me qëllim gjithçka rreth tij. Kishte veshur një këmishë blu të qelet, pa kravat, gjinse të errëta dhe këpucë të shtrenjta por diskrete. Asgjë tek ai nuk bërtiste pasuri, por gjithçka tek ai nxirrte fuqi. Ishte lloji i burrit që nuk kishte nevojë të shfaqej për t'u vënë re. Qëndrimi i tij i drejtë, ecja e sigurt, nofulla e shtrënguar, gjithçka komunikonte autoritet të heshtur. Ai ishte aty vetëm për të zgjidhur një çështje me menaxherin e një prej dyqaneve të tij kryesore, një takim i shpejtë për shifrat e tremujorit që nuk mund të priste deri në janar. Ndërsa ecte në përkatin përdes duke u përpjekur të gjente rrugën më të shkurtër për të ashensori i shërbimit që do ta çonte në zyrën administrative, Arditi u detyrua të kalonte në përsheshin qendror të qendrës tregtare. Aty, pikërisht në zemër të kompleksit tregtar, ngrihej skena tradicionale e Krishtlindjeve, një fron i kuq dhe i artë, i dekoruar me drita që vezullonin në ritëm të vazhdueshëm, i rrethuar nga pemë artificiale të mbuluara me dëbor të rreme dhe dhurata të mëdha prej kartoni. Në qendër të gjithçkaje, një burr i veshur si babadimër priste fëmijët, njëri pas tjetrit, ndërsa fotografët e kontraktuar nga qendra tregtare regjistronin çdo moment kundrejt pagesës. Radha ishte e gjatë dhe e organizuar me kordona kadifeje të kuqe, sikur të ishte hyrja e një klubi nate ekskluziv. Prindërit mbanin numrat e radhës që kishin marrë më herët, duke kontrolluar orën çdo minutë, duke llogaritur nëse do të kishin ende kohë për të bërë blerjet e mbetura pas fotos me babadimrin. Shitës ambulant, të licencuar siç duhet nga qendra tregtare, qarkullonin në zonë duke ofruar kokoshka të ëmbla, pambuk sheqeri dhe ëmbëlsira artizanale me çmime të fryra. Punonjës me kapele të kuqe dhe vesh elfi shpërndanin fletushka me promocione, gjithmonë me atë buzëqeshje profesionale që nuk arrinte sytë e tyre të lodhur. Arditi e largoi shikimin nga ajo skenë, duke ndjerë irritimin e një orë që i ngjitej në fy. E urrente gjithë atë. E urrente artificialitetin, konsumizmin e pacip, shndërimin e diçkaje që duhej të ishte intime në një spektakël tregtar. Por kishte diçka më të thellë pas neverisë së tij, diçka që ai rrallë ia pranonte edhe vetes. Ajo skenë, ato këngë, ajo atmosferë gëzimi të sforcuar, gjithçka e kthente pas në një prag Krishtlindjesh 28 vjet më parë, kur jeta e tij ndryshoi përgjithmonë. Arditi ishte 14 vjeç atë dhjetor të largët. Nëna e tij, zonja Lume, punonte si robaqepse në një robaqepsi të vogël në zonën e medreses, duke bërë turne të 2 fishta për të siguruar që i biri të kishte të paktën një vakt të denjë në ditë. Babai ishte larguar vite më parë, duke lënë pas vetëm borxhe dhe premtime boshe. Në atë kohë, Arditi dhe nëna e tij jetonin në një dhomë me qira në lagjen Ali Demi, ku ndanin një banjo të përbashkët me 7 familje të tjera. Jeta ishte e vështirë, por zonja Lume gjithmonë thoshte se për sa kohë kishte dinjitet dhe punë të ndershme, do të kishte shpresë.
Në prag të atyre Krishtlindjeve, zonja Lume i kishte premtuar të birit se, për herë të parë, do të arrinin të blinin një dhuratë të vërtetë. Ajo kishte kursyer disa para për muaj të tërë, të fshehura në një kuti biskotash në dollap. Arditi, i cili gjithmonë kishte qenë i pjekur për moshën e tij, ju lut nënës së tij të mos i shpenzonte ato para me të, por zonja Lume këmbënguli. Shkuan së bashku në një qendër tregtare, një nga ato dyqanet e mëdha që për ta përfaqësonin një univers të paritshëm bollku. Arditi nuk do të harronte kur poshtërimin e asaj dite. Sa po hyn në dyqan, të veshur keq, me rroba të thjeshta dhe të pastra por dukshëm të arnuara, u ndoqën nga një roje sigurie. Çdo korridor që përshkonin, çdo rrafë që preknin, burri ishte aty, disa metra larg, sikur të ishin kriminal të mundshëm. Kur më në fund zgjodhen një send modest, një fletore dhe një kuti lapsash për shkollën dhe u drejtuan te kasa, arktarja i shikoi me një përbuzje të fshehur keq, kontrolloi çdo kartëmonedhë të zhubravitur që zonja Lume i dha sikur të ishin false, dhe komentoi aq lart sa të tjerët ta dëgjonin, njerëz si këta as nuk duhet të hyjnë këtu. Zonja Lume nuk tha asgjë, vetëm i shtrëngoi fort dorën të birit dhe dolën nga aty me kokën lart. Por atë natë, vetëm në kuzhinën e vogël, ndërsa Arditi shtirej se flinte, ajo qau. Arditi dëgjoi çdo dënesë përmes murit të hollë dhe në atë moment bëri një premtim të heshtur. Një ditë, ai do të ishte aq i fuqishëm sa askush të mos mund ta poshtëronte më kurrë nënën e tij. Një ditë, ai do të kishte aq shumë para sa askush të mos guxonte ta shikonte në atë mënyrë. 3 vjet më vonë, zonja Lume ndroi jetë. Ishte e shpejtë, e papritur, shkatëruese. Një problem në zemër që askush nuk e dinte se e kishte, i përkeqësuar nga vite pune të tepërt, ushqim i dobët dhe stres i vazhdueshëm. Arditi, atëherë 17 vjeç, mbeti i vetëm në bollë. Pa familje, pa rrjet mbështetës, vetëm me premtimin që kishte bërë dhe një vendosmëri të palkundur për ta përmbushur. Dhe ai e përmbushi. Punoi në 3 punë njëkohësisht ndërsa mbaronte gjimnazin natën. Kursente çdo qindark. Investoi, rrezikoi, humbi, provoi përsëri. Në moshën 25 vjeç, hapi dyqanin e tij të parë të elektronikës. Në moshën 30, kishte tashmë një rrjet prej 10 dyqanesh. Në moshën 35, u zgjerua në qytete të tjera. Tani, në moshën 42 vjeçare, Ardit Berisha ishte pronari një konglomerati që përfshinte qendra tregtare, kompani logjistike dhe pjesëmarrje në disa qendra tregtare në të gjithë vendin, përfshirë Tirana Gate, ku tani ecte, duke u përpjekur të mos lejonte kujtimet që ajo periudhë e vitit i sillte gjithmonë në mendje. Por gjithçka kishte një çmim. Arditi kishte para, pushtet, respekt profesional, por nuk kishte miq të vërtetë. Nuk kishte familje. Nuk kishte askënd me të cilin të ndante arritjet. E kishte shndërruar zemrën e tij në një fortesë, aq efikase në mbajtjen e emocioneve të mbyllura sa ishin kompanitë e tij efikase në gjenerimin e fitimit. Dhe Krishtlindjet, me gjithë theksin e tyre në dashuri, familje dhe bujari, shërbenin vetëm për t'i kujtuar atë që kishte humbur dhe zbrazëtin që asnjë sasi parash nuk mund ta mbushte. I humbur në këto mendime të hidhura, Arditi pothuajse nuk e vuri re kur u ndal pranë një prej tavolinave në zonën e ushqimit, e pozicionuar strategjikisht me pamje direkte nga froni i Baba Dimrit. Ai u ul, jo se donte, por sepse duhej të rishikonte disa emaile para takimit dhe ai dukej një vend po aq i mirë sa çdo tjetër. Nxori celularin nga xhepi, hapi kutinë e postës hyrëse, filloi të lëvizte nëpër mesazhe. Shifra, raporte, kërkesa, miratime. Gjithçka shumë e njohur, gjithçka shumë e sigurt. Ishte atëherë që diçka i tërhoqi vëmendjen. Një lëvizje e parregullt në radhën e Baba Dimrit, zëra të alteruar, një trazim që binte ndesh me klimën e kontrolluar të qendrës tregtare. Arditi ngriti syt nga celulari, më shumë nga refleksi sesa nga kurioziteti i vërtet, dhe pa. Një vajzë. Nuk duhet të ishte më shumë se 8 ose 9 vjeç, shumë e dobët për moshën e saj, me një fustan prej cope të lirë që dikur kishte qenë blu, por tani kishte një nuancë të zbeth të papërcaktuar. Flokët e saj gështenji ishin të lidhur në një bisht kali të bërë keq, disa fije rebele i dilnin në të gjitha drejtimet. Ajo që tërhiqte më shumë vëmendjen, megjithatë, ishte këpuca, një palë atlete roz, të vjetruara, me shollën që fillonte të ndahej nga pjesa tjetër, të lidhura me lidhse që ishin qartësisht të ripërdorura nga një këpucë tjetër sepse majat nuk përputheshin.
Në duart e saj të vogla, vajza mbante një qese plastike transparente që përmbante lule të vogla prej cope, nga ato të bëra me dorë, secila me kërcel teli të veshur dhe petale filci në ngjyra të ndryshme. Ishin punime të thjeshta por të bëra me kujdes, lloji i artizanatit që njerëzit shesin në semafor ose në radhë bankash për të fituar disa lekë. Vajza nuk ishte në radhë tamam. Ishte anash, duke vëzhguar nga larg, si dikush që shikon përmes vitrinës së një dyqani të shtrenjtë duke e ditur se kur nuk do të mund të hyjë. Her pas here, ajo i afrohej ndonjë të rrituri që kalonte, i ofronte me ndrojtje një lule, merrte një jo të thatë ose thjesht injorohej. Arditi pa kur ajo u përpoq t'i afrohej një çifti elegant që ecte dorë për dore, gruaja shtrëngoi më fort çantën pas trupit dhe burri bëri një gest të ashpër me dorë, sikur të ishte duke përzënë një insekt. Vajza u tërhoq, por nuk u dorëzua. Kishte diçka në sytë e saj, një përzierje vendosmërie dhe dëshpërimi që Arditi e njohu menjëherë. Ishte i njëjti shikim që ai shihte në pasqyrë kur ishte më i ri, kur duhej të shiste çdo gjë për të ndihmuar nënën e tij, kur uria ishte një shoqëruese e vazhdueshme dhe dinjiteti ishte gjithçka që i kishte mbetur. Pastaj ndodhi. Vajza, ndoshta e inkurajuar nga një moment shpërqendrimi i turmës, ose ndoshta thjesht e lodhur duke qenë e padukshme, bëri disa hapa në drejtim të fronit të Babadimrit. Nuk ishte një afrim i guximshëm, por më tepër hezitues, pothuajse duke kërkuar falje që ekzistonte. Ajo thjesht donte të shihte më nga afër, ndoshta, ose kush e di, ndoshta kishte naivitetin të besonte se mund të bënte një dëshirë si fëmijët e tjerë. Ajo as nuk u afrua. Një punonjës, një burr rreth të 30-tave me një bluzë polo të kuqe me logon e qendrës tregtare të qëndisur në gjoks, e ndaloi vajzën me efikasitetin e dikujt që e kishte bërë këtë shumë herë më parë. Arditi pa kur burri i kapi krahun fëmijës, jo me forcë brutale, por me një shtrëngim të mjaftueshëm për të komunikuar autoritet. Pa kur punonjësi u përkul, i tha diçka në vesh vajzës dhe ajo u zbe. Ajo që ndodhi më pas ja përzjeu stomakun Arditit. Punonjësi, pa e ulur zërin tani, foli aq lart sa njerëzit përreth ta dëgjonin. Këtu është vetëm për ata që kanë numër radhe, kuptove? Për ata që kanë paguar. Nuk mund të shesësh këto gjëra këtu, aq më pak të afrohesh fëmijëve. Shko, largohu para se të thërras sigurinë. Disa njerëz në radhë u kthyen për të parë. Një grua me një fëmijë në krah i komentoi burrit të saj, jo aq ulët sa mendonte, prindërit e kësaj vajze duhet të kenë më shumë kujdes, apo jo? Të lënë vajzën të lirë në qendrën tregtare duke shitur gjëra. Burri u përgjigj duke tundur kokën, është mungesë përgjegjësie me të vërtetë. Pastaj ankohen që siguria i trajton keq. Vajza u përpoq të shpjegonte diçka, zëri i saj aq i ulët sa Arditi nuk mund ta dëgjonte nga aty, por punonjësi nuk donte të dinte. Bëri një gjest të ashpër me dorë, sikur të ishte duke përzënë një kafshë, dhe vajza u tërhoq edhe disa hapa të tjerë. Ishte atëherë që ajo u pengua, ndoshta për shkak të këpucës së vjetëruar, ndoshta nga nxitimi për t'u bindur, dhe ra në gjunjë në dyshemen e ftohtë të qendrës tregtare. Qesja me lulet i shpëtoi nga duart dhe u rrokullis nëpër dyshemen e lëmuar. Disa lule u shpërndan dhe menjëherë u shkelën nga njerëz të nxituar që kalonin pa e vënë re fare. Vajza mbeti aty në gjunjë për një çast që dukej se zgjati një përjetësi. Arditi pa kur ajo ngriti fytyrën dhe madje edhe nga distanca mund të shihte sytë që shkëlqenin nga lotët e përmbajtur, buzën e poshtme që dridhej, faqet e kuqe nga turpi. Por më e keqja ende nuk kishte ardhur. Babadimri, ai burri i maskuar që supozohej se përfaqësonte mirësinë dhe bujarinë, shikoi drejt për drejt vajzën e rënë në tokë dhe bëri një grimasë neverie. Nuk ishte delikate. Ishte e qëllimshme, mizore, një shprehje përbuzjeje të pastër e drejtuar ndaj një fëmije që nuk kishte bërë asgjë tjetër veç se ekzistonte në vendin e gabuar. Pastaj Babadimri u kthye nga fotografi pranë tij, tha diçka që e bëri tjetrin të qeshte, dhe ja ktheu vëmendjen fëmijës tjetër në radhë sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Për të, vajza nuk ekzistonte më. Ishte thjesht një bezdi tjetër e hequr shpejt, një pengesë e vogël në një ditë të zakonshme pune. Arditi mbeti i paralizuar. Dora e tij, që mbante celularin, filloi të dridhej. Diçka brenda tij, diçka që ishte në gjumë për një kohë të gjatë, u zgjua me një forcë të dhunshme. Nuk ishte zemërimi i zakonshëm, ishte diçka më e thellë, më instinktive. Ishte zemërimi i të gjitha herëve që ai ishte trajtuar si pleher sepse ishte i varfër. Ishte indinjata që kur nuk mundi ta shprehte kur pa nënën e tij të poshtërohej.
Ishte revolta e akumuluar e viteve duke parë botën të shkelte të dobëtit ndërsa duart trokiste të fortët. Vajza më në fund u ngrit, mblodhi lulet që ishin ende të paprekura, injoroi ato që ishin shkatëruar dhe filloi të largohej nga aty. Ajo nuk qante hapur, por fshinte fytyrën me shpinën e dorës her pas here, duke u përpjekur të dukej më e fortë se sa me siguri ndihej. Eci deri në një cep më të largët të sheshit qendror, pranë një vazoje të madhe me një bimë artificiale, dhe ul në tokë, duke mbështetur shpinën në murin e ftohtë. Arditi vëzhgoi ndërsa vajza hapi qesen, numëroi lulet e mbetura me gishta që i dridheshin, bëri një lloj llogaritjeje mendore. Nga lëvizja e buzëve, dukej se po përshpëriste numra. Pastaj ajo mbylli sytë fort, sikur të ishte duke bërë një dëshirë ose një lutje, dhe mori frymë thellë disa herë, duke u përpjekur të mblidhte veten. Ishte në atë moment që Arditi u ngrit. Nuk mendoi, nuk planifikoi, thjesht e gjeti veten në këmbë, duke ecur në drejtim të asaj vajze. Hapat e tij ishin të sigurt, por mendja e tij ishte në kaos. Pse po e bënte këtë? Çfarë synonte të thoshte? Çfarë lidhje kishte ajo vajzë me të? Ishin pyetje pa përgjigje, por këmbët e tij vazhdonin të lëviznin, të udhëhequra nga diçka që nuk mund ta emërtonte. Kur u afrua, vajza ngriti sytë e frikësuar. Arditi e kuptoi se ajo ishte mësuar të përzëhej, të dëbojë, të largohej. Prisnin më shumë nga e njëjta gjë. Ai u ndal në një distancë respektuese, u ul në gjunjë për të qenë në nivelin e saj, dhe e pyeti me zërin më të butë që mundi, "A je mirë?" Vajza ra shikoi, e hutuar nga ai afrim i papritur. Askush nuk e pyeste nëse ishte mirë. Njerëzit ose i blinin një lule nga mëshira ose e largonin. Nuk kishte rrugë të mesme. Ajo pohoi shpejt me kokë, por lotët që i shpëtuan nga cepat e syve e kundërshtonin përgjigjen. Çfarë ndodhi atje? Arditi tregoi me diskrecion në drejtim të fronit të baba Dimrit. Vajza uli shikimin, e turpëruar. Asgjë, zotëri. Unë vetëm doja të shija nga afër. Por nuk lejohet. E kuptova. Nuk ishte asgjë. Por ishte. Dhe Arditi e dinte këtë. E dinte sepse ai vetë kishte qenë në vendin e asaj vajze shumë herë. E dinte se çdo të thoshte të trajtoheshe sikur prania jote ishte një fyrje, sikur varfëria jote ishte ngjitse. "Si e ke emrin?" e pyeti ai. Vajza hezitoi, por diçka në zërin e tij e bëri të përgjigjej, "Lora." "Lora." Arditi e përsëriti emrin duke e lënë të tingëllonte. "Gëzohem që të njoh, Lora. Unë quhem Ardit." Ajo nuk tha asgjë, vetëm e shikoi me ata sy të mëdhenj e të frikësuar, duke pritur që në një moment ai të zbulonte qëllimet e tij të vërteta, duke pritur për kurthin, për poshtërimin, për çdo gjë tjetër përveç mirësisë së sinqertë. "Po ishet këto lule?" Arditi tregoi qesen. Lora pohoi. "Po, zotëri. Gjyshja ime i bën. Ajo është e sëmur, ka nevojë për ilaçe. Mami im punon shumë por parat nuk mjaftojnë. Kështu që unë e ndihmoj duke shitur kur mundem." Thjeshtësia brutale e atij shpjegimi e goditi Arditin si një grusht. Nuk kishte dram, nuk kishte vetë mëshirë, vetëm realiteti i zhveshur i dikujt që duhet të mbijetojë. Një vajzë 8 ose 9 vjeçare që duhet të ishte duke luajtur, duke parë filma vizatimor, duke shkuar në shkollë, ishte aty duke shitur lule për të bler ilaçe për gjyshen e saj. "Sa lule ke ende?" e pyeti ai. Lora hapi qesen dhe numëroi. 7, zotëri. "Sa kushton secila?" 200 lekë. "Por nëse zotëria do të marrë më shumë se një, i bëj nga 150. Arditi pothuajse buzëqeshi para asaj përpjekjeje fëmijërore për negociata. "I dua të gjitha." "Sa bëjnë?" Sytë e Lorës u zgjeruan. "Të gjitha? Por janë 7. Bëjnë 1400 lekë." Arditi nxori portofolin nga xhepi, por në vend që të kërkonte kartëmonedha të vogla, mori një kartëmonedhë 5000 lekëshe dhe ja zgjati asaj. "Mbaje kusurin. Dhe mi jep të gjitha lulet." Lora e shikoi kartëmonedhën sikur të ishte një objekt nga një planet tjetër. "Zotëri, unë nuk kam kusur për 5000 lekë. Dhe nuk është e drejtë. Është shumë. Nuk mund ta pranoj." Kishte krenari në atë refuzim, e njëjta krenari që nëna e tij kishte pasur gjithmonë, dhe kjo e preku Arditin në një mënyrë që nuk e priste. "Nuk është lëmosh, Lora.
Është pagesë e drejtë për lulet e bukura dhe për guximin tënd që je këtu duke u përpjekur të ndihmosh familjen tënde. Merri paratë, shko bli çfarë të duhet për gjyshen tënde dhe mbaje pjesën tjetër. Lora e mori kartëmonedhën me të dyja duart duke u dridhur. E shikoi Arditin me një mirënjohje aq intensive sa që ai u detyrua të largonte shikimin. Pastaj, me kujdes, ajo I nxori të gjitha lulet nga qesja dhe ja dha atij, një nga një, sikur të ishte duke I kaluar bishuteri të çmuara. Faleminderit, zotëri Ardit. Shumë faleminderit. Ju nuk e dini sa shumë më ndihmon kjo. Mund të blej ilaçet e gjyshes Salies dhe ende mbetet për bukë. Arditi I mbajti lulet duke ndier peshën e tyre të lehtë në duar dhe diçka brenda tij u thye. Sa herë ai dhe nëna e tij kishin qenë në këtë pozicion? Sa herë mirësia e një të huaj kishte bërë diferencën midis të ngrënit dhe të qenit I uritur, midis marrjes së ilaçit dhe durimit të dhimbjes? Dhe tani, pasi kishte ndërtuar një perandori, pasi kishte grumbulluar më shumë pasuri se sa mund të shpenzonte në disa jetë, kur ishte hera e fundit që ai kishte shikuar vërtet dik si Lora? Kur ishte hera e fundit që ai e kishte kuptuar se kishte mira, miliona Lora nëpër Shqipëri, të padukshme për njerëz si ai? Por diçka ende digjej brenda tij, diçka që nuk do të shuhej vetëm me atë blerje. Poshtërimi që pësoi Lora, mënyra se si u trajtua, përbuzja në fytyrën e atij Baba Dimri, gjithçka kërkonte një përgjigje. Kërkonte drejtësi. Lora, tha ai, zëri I tij duke u bërë më I fortë, ata burra atje, Baba Dimri dhe punonjësi që të shtyu, atë lënduan? Ajo tundi kokën. Jo, zotëri. Vetëm më thanë të largohem. Por unë e kuptoj, e dini? Nuk kisha numër radhe. Nuk ishte vendi im. Ishte vendi yt, tha Arditi, dhe intensiteti në zërin e tij e bëri Lorën të tkurrej pak. Ai mori frym thellë, e zbuti tonin. Më fal, nuk doja të friksoja. Por duhet të kuptosh diçka, ajo qendër tregtare, ajo hapësirë, është e të gjithëve. Ti ke po aq të drejtë të jesh aty sa çdo person tjetër. Askush nuk duhet të trajtonte në atë mënyrë. Lora nuk u përgjigj, por nga mënyra se si kafshonte buzën e poshtme, ishte e qartë se ajo nuk e besonte këtë. Për të, vende si ai gjithmonë do të ishin për njerëz të tjerë, njerëz me para, me rroba të bukura, me të drejtën e padukshme, por të padiskutueshme për të përkitur. Arditi u ngrit, I vendosi lulet me kujdes nën krah. Duhet të shkosh tani? Duhet, zotëri. Duhet t'i çoj këto para në shtëpi, që mami të mos shqetësohet. Ajo punon deri vonë sot, por e ka lënë gjyshen vetëm dhe unë I premtova se do të kthehesha shpejt. Kuptoj. Shko me kujdes, në rregull. Lora pohoi, tashmë duke filluar të largohej, por pastaj u ndal dhe u kthye. Zotëri Ardit, ju jeni një njeri shumë I mirë. Zoti do t'ju bekoj. Dhe pastaj ajo iku me vrap, duke u zhdukur në turmën e qendrës tregtare me kartëmonedhën 5000 lekëshe të shtrënguar në dorë, duke e lënë Arditin vetëm me 7 lule cope dhe një vorbull emocionesh që nuk dinte si t'i përpunonte. Ai qëndroi aty për një moment të gjatë, duke parë në drejtimin që kishte marrë Lora, pastaj e ktheu ngadalë fytyrën drejt fronit të Baba Dimrit. Punonjësi që e kishte përzën vajzën tani bisedonte I gjallëruar me një koleg tjetër, duke qeshur me ndonjë shaka të brendshme. Baba Dimri vazhdonte punën e tij mekanike, poz, foto, tjetri, poz, foto, tjetri. Bota vazhdonte të rrotullohej sikur asgjë të mos kishte ndodhur, sikur një fëmijë të mos ishte poshtëruar publikisht pak më parë. Arditi filloi të ecte. Jo drejt ashensorit të shërbimit, jo drejt takimit të tij. Eci drejt e tefroni I Baba Dimrit, duke kaluar kordonat e kadifes që kufizonin zonën, duke ignoruar shikimet qortuese të njerëzve në radhë. Më falni, tha ai, zëri I tij duke prerë bisedën mes punonjësit dhe kolegut. Dua të flas me ty, punonjësi u kthye, I irrituar nga ndërprerja. Zotëri, ju duhet të merrni një numër radhe nëse doni të bëni foto me fëmijën. Radha është atje. Nuk dua të bëj foto. Dua të flas për atë që ndodhi këtu disa minuta më parë. Me vajzën. Punonjësi ngrysi vetullat. Çfarë vajze? Atë që e përzure. Atë që ra në tokë. Atë që po shiste lule. Fytyra e punonjësit u mbyll në mbrojtje. Ah, ajo. Dëgjo, zotëri, unë vetëm po bëja punën time. Këtu ka rregulla. Nuk lejohet të shesësh gjëra në qendrën tregtare, aq më pak fëmijët.
Unë bëra atë që duhej të bëja. Ti e shtyve. Unë nuk shtyva askën. Vetëm i kërkova të largohej. Nëse ajo ra, ishte nga pakujdesia. Arditi ndjeu zemërimin të rritej përsëri, i nxehtë dhe urgjent. Por e detyroi veten të mbante kontrollin. Dhe ti, u kthye nga baba dimri, ti i bëre një grimas neverie një fëmije. Burri i maskuar ra shikoi, i habitur. Si thua? Ti bëre një grimas për buzjeje kur e shikove atë vajzë. E pash qartë nga këtu. Baba dimri qeshi, një tingull i shkurtër dhe pa humor. O burr, po fantazon. Unë as nuk e pash. Kam gjëra më të rëndësishme për të bërë se sa të merrem me njerëz që shesin gjëra. Nëse ajo u mërzit, problemi i saj. Këtu është për fëmijë të familjeve, kuptove? Nuk është për këdo. Arditi i ndjeu ato fjalë si thika. Për fëmijë të familjeve. Sikur Lora të mos kishte familje. Sikur familja e saj të vlente më pak. Sikur varfëria të ishte një zgjedhje, një dështim moral, diçka që e skualifikonte një person nga marrja e respektit minimal. Ti sa po the, foli Arditi ngadalë, çdo fjalë e matur, që këtu është vetëm për fëmijë të familjeve. Ma shpjego më mirë çfarë do të thuash me këtë. Baba dimri e kuptoi se ndoshta kishte bërë një gabim, por në vend që të tërhiqej, e dyfishoi bastin. Do që ta vizatoj, o burr? Ky është një event privat, i paguar nga qendra tregtare. Familjet paguajnë për të sjellë fëmijët e tyre. Nuk është që fëmijët e rrugës të vinë këtu të përfitojnë. Ajo nuk është fëmijë rruge, tha Arditi, zëri i tij rrezikshmërisht i qetë. Ajo është një vajzë që jeton me nënën dhe gjyshen e saj, që po përpiqet të ndihmojë familjen. Dhe edhe sikur të ishte, siç e quajte ti, fëmijë rruge, prapse prap do të ishte një fëmijë. Prapse prap do të meritonte të trajtohej me dinjitet. Punoni si ndërhyri, duke filluar të nervozohej. Zotëri, dëgjo, nuk e di çfarë doni, por po pengoni eventin. Nëse keni ndonjë ankesë, kërkoni administratën e qendrës tregtare. Arditi e shikoi punonisin, pastaj baba dimrin, pastaj mbikëqyrsen që po fillonte të afrohej, e alarmuar nga zhurma. Dhe pastaj, për herë të parë që kur hyri në atë qendër tregtare, Ardit Berisha buzëqeshi. Ishte një buzëqeshje e ftohtë, lloji i buzëqeshjes që konkurrentët e tij kishin mësuar ta kishin frikë gjatë viteve, buzëqeshja e dikujt që e di saktësisht lëvizjen e radhës. Administratën, përsëriti ai. Ide e mirë. Mendoj se vërtet duhet të bëj një bisedë me administratën. Me siguri do të duan të dinë se si punonësit e tyre po i trajtojnë fëmijët. Dhe pastaj ai u kthye dhe eci drejt ashensorit të shërbimit, duke lënë pas një grup punonësish të hutuar. Pa e imagjinuar se njeriu që sapo ishte larguar ishte pikërisht ai që kishte fuqinë të ndryshonte plotësisht jetët e tyre me një vendim të vetëm. Ashensori u ngjit në heshtje, vetëm me zukatjen e butë të makinerisë dhe muzikën e ambientit që Arditi as nuk e vinte re më. Ai shikonte reflektimin e tij në dyert e çelikut të lëmuar, por nuk e njihte plotësisht veten. Ai burr që ishte aty, duke mbajtur 7 lule cope sikur të ishin një trofe, nuk ishte saktësisht i njëjti Ardit Berisha që kishte hyrë në qendrën tregtare gjysmë ore më parë. Diçka kishte ndryshuar, një e çar ishte hapur në armaturën që ai kishte kaluar dekada duke e ndërtuar. Zyra administrative e qendrës tregtare ishte në katin e tretë, në një zonë të kufizuar ku publiku i zakonshëm nuk kishte kurrë akses. Ishte një korridor i qetë, me tapet të trashë që mbyte çdo zhurmë hapash, dyert druri të llakuara me pllaka diskrete që identifikonin çdo sektor. Arditi e njihte mirë atë vend. Në fund të fundit, ai ishte një nga investitorët kryesor të ndërmarrjes, pronari i 3 prej dyqaneve më të mëdha dhe kishte pjesëmarrje aksionare në vetë kompleksin. Por rrallë shfaqej personalisht, gjithmonë preferonte të zgjidhte gjithçka përmes menaxherëve dhe avokatëve të tij. Sekretarja e menaxhmentit të përgjithshëm, një grua rreth të 40-tave e quajtur Marcela, ngriti syt kur Arditi hyri në recepcion. Ajo e njohu menjëherë, sigurisht, dhe paniku diskret që i kaloi nëpër fytyrë nuk i shpëtoi vëzhgimit të tij. Zoti Berisha, ajo u ngrit shpejt duke rregulluar fundin. Nuk e dinim që do të vinit sot. Ka ndonjë problem? Mund t'ju ndihmoj me diçka? Dua të flas me menaxherin e përgjithshëm. Tani. Marcela hezitoi. Zoti Kadiu është në një telekonferencë, por mund ta ndërpres nëse është urgjente. Bëhet fjalë për dyqanet? Jo.
Bëhet fjalë për mënyrën se si punonësit tuaj po i trajtojnë fëmijët në zonën e përbashkët të qendrës tregtare. Shpreha e Marcelës kaloi nga shqetësimi në hutim. Kjo qartësisht nuk ishte lloji i çështjes që ajo priste. Fëmijët? Ka pasur ndonjë incident? Mund të thuhet kështu. Sa do të zgjas takimi i tij? Edhe një 15 minuta, zotëri. Atëherë do të pres. Dhe dua që të therrasësh edhe koordinatoren e eventeve dhe mbikëqyrësin e sigurisë. Të gjithë këtu brenda 15 minutash. Marcela pohoi shpejt dhe mori telefonin, gishtat e saj duke shtypur numra me efikasitetin e dikujt që ishte mësuar me emergjencat korporative. Arditi u ul në një nga divanët e recepcionit, më në fund duke i vendosur lulet e copës pranë tij. I shikoi përsëri petalet e filcit të qepura me kujdes, telat e veshur që shërbenin si kërcell. Imagjinoi gjyshen e Lorës, këtë zonjë salie, të sëmur, të ulur në ndonjë karrige të vjetër, me duar që i dridheshin por të vendosura, duke bërë secilën nga ato lule me shpresën se mbesa do të arrinte t'i shiste dhe të sillte disa lekë në shtëpi. Sa kohë kishte kaluar që kur ai kishte menduar për njerëz të tillë? Sa kohë që kur ai kishte parë vërtet të padukshmit që qarkullonin çdo ditë nëpër qytet, nëpër dyqane, nëpër qendra tregtare që ai zotëronte? Kur ishte bërë ai kaq i largët nga realiteti që e rrethonte? Dera e zyrës kryesore u hap dhe Teokadiu, menaxheri i përgjithshëm i qendrës tregtare, u shfaq. Ishte një burr trup madh, rreth të 50-tave, me mustaqe të thinjura të prera mirë dhe syze me skele të shtrenjtë. Kishte veshur një kostum blu të errët pa të meta dhe nxirrte atë besim të dikujt që është mësuar të urdhërojë. Ardit, ai hapi krahët në një gjest ekspansiv, por shqetësimi në fytyrën e tij ishte i dukshëm. Çfarë surprize? Marcela më tha se ishte urgjente. Ka ndodhur diçka? Arditi u ngrit. Mund të thuhet kështu. A kanë ardhur të tjerët? Koordinatorja e eventeve po ngjitet tani dhe mbikëqyrësi i sigurisë duhet të arrijë brenda disa minutash. Të shkojmë në zyrën time? Dëshiron një kafe? Jo, faleminderit. Dhe preferoj të pres të vinë të gjithë që të mos e përsëris historinë. Teo pohoi, qartësisht i zënë ngushtë. Në 12 vitet e tij si menaxher i asaj qendre tregtare, ai rrallë e shihte Arditin personalisht. Gjithçka zgjidhej gjithmonë me email, telefonata, raporte. Të kishte investitorin aty, pa paralajmërim, duke folur për një incident që përfshinte fëmijë, nuk ishte një shenjë e mirë. Disa minuta më vonë, të gjithë ishin mbledhur në sallën e mbledhjeve. Përveç Teos, ishte Patricia Shala, koordinatorja e eventeve, një grua e hollë dhe elegante rreth të 35-ave, gjithmonë pa të meta me takat e saj të larta dhe kostumin bezh. Dhe Kreshnik Mema, mbikëqyrësi i sigurisë, një burr i zi, i gjatë dhe serioz, rreth të 40-ave, i cili qëndroi në këmbë edhe kur të gjithë u ulën, sikur të ishte në gjendje të përhershme alarmi. Arditi nuk humbi kohë me hyrje. Tregoi saktësisht atë që pa, çdo detaj të poshtërimit të Lorës, nga momenti kur ajo u shty nga punonjësi deri te grimasa e përbuzjes së babadimrit. Foli për mënyrën se si vajza ra, si lulet u shkelën, si njerëzit përreth komentuan me përbuzje për prindër të papërgjegjshëm, pa e njohur historinë e atij fëmije. Dhe tregoi se si babadimri tha, tekstualisht, se ai vend ishte për fëmijë të familjeve, sikur Lora të mos kishte familje, sikur varfëria e saj ta skualifikonte nga trajtimi me dinjitetin bazik. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Patricia shikonte duart e saj, qartësisht e parehatshme. Teo kishte fytyrën të kuqe, duke alternuar mes zemërimit dhe shqetësimit. Kreshniku, mbikëqyrësi i sigurisë, ishte i vetmi që mbajti shprehjen neutrale, por sytë e tij zbulonin se kjo nuk ishte saktësisht një surprizë. Ardit, filloi Teo, duke zgjedhur fjalët me kujdes, kjo është padyshim e papranueshme. Do të hapim një hetim të brendshëm menjëherë. Punonjësi që veprojnë në mënyrë të papërshtatshme do të qortohet, dhe sa i përket aktorit që bën babadimrin, mund t'i aprishim kontratën sot. T'i aprishim kontratën, përsëriti Arditi, zëri i tij rrezikshmërisht i qetë. Të qortojmë punonjësin. Hetim i brendshëm. Fjalë të bukura, Teo. Por më thuaj diçka, sa herë ka ndodhur kjo më parë? Si thua? Sa herë fëmijë të varfër, të rritur të veshur keq, të moshuar të përulur janë trajtuar kështu në këtë qendër tregtare? Sa herë janë ndjekur nga rojet e sigurisë, janë përzënë nga zonat e përbashkëta, janë parë me përbuzje nga punonjësit?
Teo hapi gojen për t'u përgjigjur, por Kreshniku, mbikëqyrësi i sigurisë, foli i pari. Më falni, zoti Berisha. Mund të shprehem? Arditi u kthye nga ai. Ju lutem. Nuk është hera e parë. Dhe nuk do të jetë e fundit, përveç nëse ka një ndryshim strukturor në mënyrën se si e trajtojmë publikun. Teo e shikoi Kreshnikun me një shprehje tradhtie, por mbikëqyrësi vazhdoi, zëri i tij i fortë. Unë punoj këtu prej 8 vitesh. Kam parë 10 raste të ngjashme. Rojet e sigurisë marrin urdhër të mbajnë syrin të njerëzit që nuk përshtaten me profilin e dëshiruar të qendrës tregtare. Adoleshentët me ngjyrë ndiqen më shpesh. Gratë me rroba të thjeshta vëzhgohen në dyqane. Të moshuarit që hyjnë vetëm për të përdorur banjen drejtohen butësisht drejt daljes. Nuk është politikë zyrtare, sigurisht, por është kultura që është instaluar. Kjo nuk është e vërtetë, ndërhyri Patricia në mbrojtje. Ne kemi trajnime për shërbimin ndaj klientit, kemi protokolle për fshirjeje, kemi protokolle në letër, e preu Kreshniku. Por në praktik, ajo që vlen është pamja. Nëse vishesh mirë, trajtohesh mirë. Nëse jo, je një problem i mundshëm. Arditi u mbështet në karrige, duke përthithur ato fjalë. Ishte saktësisht ajo që ai dyshonte, por ta dëgjoje të konfirmuar me zë të lartë nga dikush brenda ishte ndryshe. Dhe ti, Teo? E di e këtë? Menaxheri i përgjithshëm hezitoi, i bllokuar mes nevojës për të mbrojtur menaxhimin e tij dhe pamundësisë për t'i gënjur investitorit të tij kryesor. Unë kemi mira njerëz që kalojnë këtu çdo ditë. Është e pamundur të monitorosh çdo ndërveprim. Por nëse ka pasur tejkalime, do t'i korrigjojmë. Tejkalime, përsëriti Arditi. Ti po i quan tejkalime atë që unë e quaj mizori sistematike. Dhe e dini çfarë më shqetëson më shumë? Është se unë jam pjesërisht përgjegjës për këtë. Të gjithë e shikuan, të habitur. Arditi vazhdoi, unë kam ndërtuar një perandori të fokusuar në efikasitet, në shifra, në rezultate. Dyqanet e mia janë të trajnuara për të maksimizuar fitimin. Qendrat e mia tregtare janë të projektuara për të tërhequr konsumator me fuqi të lartë blerëse. Në asnjë moment nuk u ndala të mendoja se si këto strategji do të ndikonin të njerëz si ajo vajzë. Njerëz që nuk janë këtu për të konsumuar, por që prapse prap kanë të drejtën të ekzistojnë me dinitet. Zoti Berisha, u përpoq Patricia, qendra tregtare duhet të jetë e qëndrueshme financiarisht. Ne nuk mundemi çfarë? Ti trajtojmë të gjithë me respekt bazik? Këtë doje të thoshe? Patricia u tërhoq. Jo, sigurisht që jo. Thjesht doja të thoja se ka sfida operacionale. Sfidat operacionale nuk justifikojnë poshtërimin e një fëmije 8 vjeçar. Heshtja ra përsëri mbi sallë. Ishte Teo ai që më në fund pyeti, çfarë doni të bëjmë, Ardit? Dhe kjo ishte pyetja, apo jo? Çfarë donte ai? Të pushonte nga puna baba Dimrin dhe punonisin do të ishte e lehtë, do të ishte e shpejtë, do të ishte një zgjidhje sipërfaqësore që nuk do të ndryshonte asgjë në thelb. Arditi e kuptoi se nuk donte zgjidhje të shpejta. Për herë të parë pas shumë vitesh, ai donte diçka më të thellë, më të vërtetë. Dua që të sillni këtu të gjithë punonisit që ishin të përfshirë në incident. Baba Dimrin, punonisin që e përzuri vajzën, këdo tjetër që e pa dhe nuk bëri asgjë. Por dua të dëgjoj edhe ata që dëshmuan. Kreshniku përmendi se ky lloj gjëje ndodh shpesh. Duhet të ketë punonjës të tjerë që kanë parë situata të tjera të ngjashme. Dua t'i dëgjoj të gjithë. Kjo mund të marrë kohë, tha Teo. Dhe të krijoj një klim të keqe mes ekipit, atëherë do të marrë kohë. Dhe sa i përket klimës, ndoshta është i nevojshëm një shqetësim që të ketë ndryshim të vërtetë. Teo shikoi Patricien, e cila shikoi Kreshnikun, i cili mbajti sytë të ngulitur të Arditi. Më në fund, menaxheri i përgjithshëm pohoi. Në rregull. Do të dërgoj të thërasin të gjithë. Por do të duhet të paktën një orë për t'i mbledhur të gjithë. Nuk ka problem. Unë pres. Ndërsa Teo doli për të organizuar thirrjen, Arditi mbeti vetëm në sallën e mbledhjeve për disa minuta. Nxori celularin dhe shikoi mesazhet e palexuara. 10 prej tyre nga menaxher, partner, avokat, të gjithë duke pritur përgjigje për biznese, kontrata, shifra. Ajo ishte bota e tij normale, ai ishte Ardit Berisha që të gjithë e njihnin. Por ai Ardit dukej shumë i largët tani. Përshtypjet e tij për vajzën nuk i dilnin nga mendja.
Sytë e saj, ajo përzierje frike dhe vendosmërie. Mënyra se si u ngrit pasi ra, mblodhi lulet e shkatëruara pa u ankuar, pa qarë hapur. Mënyra se si refuzoi të pranonte 5.000 lekët vetëm si lëmosh, duke thënë se nuk ishte e drejtë. Kishte më shumë dinjitet të ai fëmijë se sa të shumë drejtues që ai njihte. Dhe kishte më shumë. Kishte zërin e nënës së tij, zonjës Lume, që i bënte jehon ndër vite, birë, nuk ka rëndësi sa para ke, kur mos harro nga ke ardhur. Kur mos trajto askënd sikur të ishte më pak se ti, sepse të gjithë jemi të barabartë para Zotit dhe vuajtjes. Arditi kishte harruar. Jo me qëllim, ndoshta, por kishte harruar. Ndërtoi muret e tij aq të larta dhe aq të trasha sa ndaloi së pari se çfarë ishte në anën tjetër. Dhe tani, fal një vajze të quajtur Lora, disa të çara ishin shfaqur në ato mure. Kreshniku u kthye i pari, duke i sjell Arditit një gotë ujë. Zoti Berisha, mund të bëj një pyetje? Sigurisht. Pse po e bëni këtë? Mos më keq kuptoni, mendoj se keni të drejtë. Por burrat në pozicionin tuaj zakonisht preferojnë t'i zgjidhin këto gjëra në mënyrë diskrete, me para, me marrëveshje. Pse doni ta përballoni këtë drejt për drejt? Arditi mendoi për një moment para se të përgjigjej. Sepse unë kam qenë ajo vajzë. Jo fjalë për fjalë, por kam qenë në vendin e saj. Jam poshtëruar sepse isha i varfër. Kam parë nënën time të trajtohej si pleher nga njerëz që kishin më shumë para. Dhe i premtova vetes se kur të kisha pushtet, kur të kisha zë, do të bëja ndryshe. Por nuk e bëra. Kam kaluar vitet e fundit vetëm duke grumbulluar më shumë pushtet, më shumë pasuri, dhe harrova pse e doja gjithë këtë në fillim. Sot, ajo vajzë ma kujtoi. Dhe unë nuk mund të shtirem thjesht se nuk pash. Kreshniku pohoi ngadalë. E respektoj këtë. Dhe shpresoj se e dini që jo të gjithë këtu mendojnë si baba Dimri apo ai punonjës. Ka njerëz të mirë që punojnë në këtë qendër tregtare. Njerëz që u intereson. E di. Prandaj dua t'i dëgjoj të gjithë. Të mirët dhe të këqijtë. Në minutat në vijim, salla e mbledhjeve filloi të mbushej. I pari erdhi punonjësi që e kishte për zën Loren, një djalë i quajtur Vini, dukshëm nervoz, pa e ditur saktësisht pse ishte thirrur me kaq urgjencë. Pastaj erdhi baba Dimri, ende me një pjesë të kostumit, vetëm pa kapelën dhe mjekrën. Emri i tij i vërtet ishte Mauri, dhe ai duke i irrituar nga ndërprerja e punës. Pastaj hyn njerëz të tjerë që Arditi nuk i priste. Një zonjë rreth të 60-tave, me një uniformë të thjesht pastrueseje, flokë të thinjur të lidhur në një topuz të ulët. Ajo u prezantua si zonja Afërdita, një nga përgjegjësit për pastrimin e zonës së ushqimit. Një roje sigurie më i ri, ndoshta rreth 25 vjeç, i holl dhe me një shprehje të shqetësuar. Dhe një shitse nga një prej dyqaneve të rrobave, një vajzë me ngjyrë rreth të 30-tave e quajtur Fiona. Kur të gjithë ishin rehatuar, disa të ulur, të tjerë në këmbë për mungesë karrigesh, Arditi filloi. Faleminderit që erdhët. E di që disa prej jush nuk e din saktësisht pse jeni këtu, kështu që do t'ju shpjegoj. Rreth një orë më parë, unë dëshmova një incident në sheshin qendror, pranë fronit të baba Dimrit. Një vajzë rreth 8 vjeç u poshtërua, u shty dhe u përsë nga një zonë publike e kësaj qendre tregtare. Dua të dëgjoj versionin e të gjithë të përfshirëve dhe të atyre që dëshmuan. Por para kësaj, dua ta bëj të qartë, nuk jam këtu për të ndëshkuar askënd me nxitim. Jam këtu për të kuptuar çfarë ndodhi dhe pse ndodhi. Vini, punonjësi, ngriti dorën me ndrojtje. Zotëri, mund të shpjegoj. Ajo vajzë po përpiqej të shiste lule në mes të zonës së eventit. Ka rregulla të qendrës tregtare kundër shitësve ambulantë. Unë vetëm po kryeja punën time. Ti e shtyve? Nuk e shtyva. Unë thjesht i kapa krahun dhe i kërkova të largohej. Ajo u pengua vetë. Dhe pse ishte e nevojshme t'i kapje krahun? A ishte agresive? Apo shkaktonte ndonjë problem? Vini hezitoi. Jo, por po i afrohej fronit. Nuk mund ta lejoja. Pse jo? Sepse eventi është për klientët që kanë paguar. Jo për këdo. Ato fjalë, këdo, mbetën pezull në ajër. Arditi shikoi të tjerët në sallë, pa shqetësimin në disa fytyra, pajtimin e fshehur në të tjera. Mauri u kthye nga baba Dimri, t'i bëri një grimas neverie kur e shikove vajzën. Pse? Mauri kryqëzoi krahët në mbrojtje.
Dëgjo, nuk bëra asgjë të madhe. Punoj me fëmijë gjithë ditën, çdo ditë. Ajo vajzë ishte e pistë, e veshur keq, po përpiqej të shiste gjëra. Nuk ishte profili i eventit. Unë thjesht tregova se ajo nuk duhej të ishte aty. Tregove, përsëriti Arditi. Me përbuzje. Ndaj një fëmije. Ajo nuk ishte kliente. Ajo është një fëmijë. A nuk duhet të kishte kjo më shumë rëndësi se sa nëse është apo jo kliente? Mauri nuk u përgjigj, por shikimi i tij thoshte qartë se ai nuk shite problem në atë që kishte bërë. Për të, kishte fëmijë që meritonin buzëqeshjen e tij profesionale dhe fëmijë që nuk meritonin as vëmendjen e tij. Ishte atëherë që zonja Afërdita, pastruesja, kërkoi të fliste. Zëri i saj ishte i butë por i fortë. Zotëri, mund të them diçka? Ju lutem. Unë e pash gjithçka. Pash kur vajza u shty, pash kur ra. Por nuk ishte hera e parë që e shija këtë të ndodhte. Punoj këtu prej 15 vitesh. Kam parë shumë njerëz të thjesht të trajtohen keq. Të moshuar që hyjnë vetëm për të pushuar pak, i largojnë. Të rinj të varfër që ndiqen nga rojet e sigurisë sikur të ishin hajdut vetëm sepse veshin rroba të thjeshta. Nëna që ushqejnë fëmijët me gji u kërkohet ta bëjnë këtë në banjo sepse shqetëson klientët. Dhe ne që punojmë këtu, ne që pastrojmë, që bëjmë mirëmbajtjen, ne gjithashtu e ndjejmë këtë. Jo në të njëjtën mënyrë, por e ndjejmë. Ka njerëz që as nuk na shikojnë në fytyrë, e dini? Sikur të ishim të padukshëm. Ti që po dëgjon këtë histori, nëse do të ishe në vendin e Arditit në këtë moment, çfarë do të bëje? Do t'i pushoje menjëherë nga puna përgjegjësit apo do të përpiqeshe të kuptoje më thellë problemin? Na tregoni në komente. Fjalët e zonjës Afërdita krijuan një ndryshim të prekshëm në atmosferën e sallës. Fiona, shitësia e dyqanit të rrobave, foli më pas, jam dakord me zonjën Afërdita. Punoj në dyqanin e rrobave për gra prej 5 vitesh. Kam humbur numërimin se sa herë kam parë klient të thjesht të trajtohen me dyshim. Njëherë, një zonjë e moshuar hyri vetëm për të parë. Ajo ishte e veshur mirë, nuk kishte asgjë të keqe. Por sepse ishte me ngjyrë, menaxherja më tha t'i mbaja syrin. Sikur ngjyra e lëkurës së saj të ishte tregues se do të vinte diçka. Te ndërhyri, qartësisht i shqetësuar. Këto janë akuza të rënda, Fiona. Ke prova? Kam fjalën time. Dhe kam fjalën e punonjësve të tjerë që kanë parë të njëjtën gjë. Por askush nuk flet kurrë sepse ka frikë të humbas punën. Roja i ri i sigurisë, i cili kishte qëndruar i heshtur deri atëherë, më në fund foli, unë jam i ri këtu, kam vetëm 6 muaj që punoj. Por e kam vënë re këtë. Ne marrim udhëzime të vëzhgojmë disa njerëz. Asnjëherë nuk thuhet hapur se është për shkak të pamjes apo ngjyrës, por të gjithë e dinë. Kreshniku, mbikëqyrësi i sigurisë, konfirmoi, është e vërtetë. Dhe kam turp ta pranoj se e kam lejuar këtë të ndodhë në mbikëqyrjen time. Kur mora detyrën, mendova se kështu funksiononin gjërat. Se ishte pjesë e punës. Por është gabim. Gjithmonë ka qenë. Arditi përthithte çdo fjalë, çdo dëshmi. Kjo ishte më e madhe se poshtërimi i Lorës. Ishte një sistem i tërë, një kulturë diskriminimi të heshtur, përjashtimi të fshehur, trajtimi të pabarabartë bazuar në pamje, ngjyrë, klasë sociale. Mauri, baba Dimri, u përpoq të mbrojë, por ne duhet ta mbrojmë ambientin e qendrës tregtare. Duhet të mbajmë një standard të çfarë? E ndërpreu Arditi. Të njerëzimit? Sepse nga sa po dëgjoj, i vetmi standard që po mbahet këtu është standardi i mizorisë së maskuar si profesionalizëm. Vini uli kokën. Mauri u skuq, por nuk u përgjigj. Patricia, koordinatorja e eventeve, foli për herë të parë që kur dëshmitarët filluan të flisnin, Zoti Berisha, unë marr përsipër pjesën time të përgjegjësisë. Unë organizoj eventet, trajnoj ekipet. Nëse kjo kulturë ekziston, unë kam dështuar ta luftoj. Arditi e shikoi për një moment të gjatë. Të paktën ti e pranon. Kjo tashmë është më shumë se sa disa këtu mund të bëjnë. Teo ishte qartësisht i trazuar. Ardit, çfarë doni të bëjmë? Padyshim që duhet të ndryshojmë disa gjëra, por disa gjëra? Arditi u ngrit, zëri i tij duke u ngritur. Teo, nuk janë disa gjëra. Është gjithçka. Është mënyra se si operon kjo qendër tregtare, është mënyra se si trajtohen njerëzit, është vetë filozofia e biznesit.
Ai eci deri te dritarja, shikoi poshtë lëvizjen e qendrës tregtare. Mira njerëz qarkullonin, blinin, hanin, jetonin jetët e tyre. Sa prej tyre ishin poshtëruar aty? Sa ishin ndjerë të vegjël, të padukshëm, të papërshtatshëm? E dini se çfarë më tha ajo vajzë para se të largohej, vazhdoi ai, ende duke parë nga dritarja. Ajo më tha, zotëri Ardit, ju jeni një njeri shumë i mirë. Zoti do t'ju bekoj. Ajo më falenderoi sepse bëra minimumin që çdo qenie njerëzore e denjë duhet të bëj, e trajtova me respekt. Dhe e dini se çfarë më tha kjo? Që ajo është aq e mësuar të trajtohet keq saqë çdo gest bazik mirësie i duket i jashtëzakonshëm. Kjo duhet të na turpërojë të gjithëve. Heshtja që pasoi ishte e thellë. Arditi u kthye përsëri nga grupi. Kështu që ja çfarë do të ndodhë? Së pari, Mauri, kontrata jote është prishur. Jo për shkak të asaj që bëre sot specifikisht, por sepse qëndrimi yt tregon se nuk ke empatinë e nevojshme për të punuar me fëmijë. Do të marrësh gjithçka që të takon, por nuk të dua më në këtë qendër tregtare. Mauri hapi gojën për të protestuar, por Arditi ngriti dorën. Nuk është e negociueshme. Vini, vazhdoi Arditi, ti do të transferohesh në një sektor tjetër. Nuk do të pushohesh nga puna, por nuk do të punosh më në zona me kontakt të drejt për drejt me publikun derisa të kalosh një trajnim të gjerë mbi empatinë dhe përfshirjen. Dhe ky trajnim nuk do të jetë një kurs online 2 orësh. Do të jetë diçka reale, domethënëse. Vini duke i lehtësuar që nuk u pushua nga puna, por gjithashtu i shqetësuar për atë që do të vinte. Sa për pjesën tjetër, Arditi shikoi Teon, Patricien dhe kreshnikun, ne do të krijojmë protokolle të reja. Dua konsulencë të specializuar në përfshirjen sociale, trajnim të detyrueshëm për të gjithë punonjësit, nga menaxherët deri te personeli i pastrimit. Dua fushata edukative për tregtarët. Dhe dua një auditim të plotë se si po e trajtojmë publikun në përgjithësi, veçanërisht më të cenuarit. Kjo do të kushtoj shtrenjtë, vërejti Teo. Dhe duhej të ishte bërë vite më parë. Kam para të mjaftueshme për këtë. Nuk është justifikim. Patricia pyeti, po eventi i Krishtlindjeve? A vazhdojmë? Vazhdojmë. Por me ndryshime. Duke filluar nga tani, çdo fëmijë mund të bëjë foto me babadimrin, pavarësisht nëse ka paguar apo jo. Do të punësojmë një profesionist që e kupton se puna e tij është të sjellë gëzim për të gjithë fëmijët, jo vetëm për ata që kanë para. Dhe do të krijojmë një program që fëmijët nga komunitetet në nevojë të sillen në qendrën tregtare me transport dhe ushqim të siguruar. Dua që ky vend të jetë përfshirës me të vërtetë, jo vetëm në diskursin e marketingut. Njerëzit në sallë shkëmbyen shikime. Disa dukeshin sinqerisht shpresëdhënës, të tjerë skeptik. Ndryshime të tilla ishin të rralla dhe shumë kishin parë premtime të ngjashme të harroheshin sapo të kalonte indinjata fillestare. Arditi e vuri re dyshimin. E di se çfarë po mendoni. Që kjo është reagim emocional që pas disa javësh do ta harroj dhe gjithçka do t'i kthehet normalitetit. Por ju nuk më njihni mirë nëse mendoni kështu. Kur unë vendos diçka, shkoj deri në fund. Dhe kam vendosur që nuk dua të jem më bashkëpunëtor i një sistemi që shtyp të dobëtit. Zonja Afërdita kishte lot në sy. Zoti Berisha, ju nuk e dini sa shumë do të thotë kjo. Për njerëz si unë, të dëgjohesh, të respektohesh është e rrallë. Dhe ky është saktësisht problemi, zonja Afërdita. Nuk duhet të ishte e rrallë. Duhet të ishte standardi. Mbledhja u zgjat për 2 orë të tjera. Arditi dëgjoi më shumë dëshmi, më shumë histori diskriminimi delikat, mizorisht të vogla të përditshme që shumica e njerëzve as nuk I vinin re. Kreshniku filloi të përpilonte një listë ndryshimesh të nevojshme. Patricia, megjithse ende dukshëm e parehatshme, filloi të skiconte ide për t'i bërë eventet më përfshirëse. Edhe Teo, fillimisht rezistent, filloi të angazhohej sinqerisht në diskutim. Kur më në fund të gjithë dolën, Arditi mbeti përsëri vetëm në sallën e mbledhjeve. Ai shikoi lulet e copës ende pranë tij, ato simbole të vogla shprese dhe mbijetese. Mori celularin dhe bëri diçka që nuk e kishte bërë kurrë më parë, anuloi të gjitha takimet e tij të javës. Kishte punë më të rëndësishme për të bërë. Arditi nuk shkoi drejt në shtëpi atë natë. Në vend të kësaj, qëndroi duke qarkulluar nëpër qendrën tregtare deri në orën e mbylljes, duke vëzhguar gjithçka me sy që dukej se shihnin për herë të parë.
pas se si rojet e sigurisë vërtet pozicionoheshin ndryshe në varësi të atij që kalonte. Pas se si disa shitës ishin më të vëmendshëm me disa klientë dhe injoronin të tjerë. Pa drejtësitë e vogla që ndodhnin çdo minutë, aq të naturalizuara sa askush nuk I vinte më në dyshim. Kur më në fund doli, ishte kaluar ora 10 e natës. Parkimi ishte pothuajse bosh, vetëm disa punonjës të vonuar që largoheshin pas orarit. Arditi hipi në Mercedesin e tij të zi, por para se të ndiste makinën, qëndroi aty ulur në errësirë duke menduar. Lulet e copës ishin në sediljen e pasagjerit dhe ai I shikonte sikur të ishin një hartë për një territor të panjohur që ai duhej ta eksploronte. Mori celularin dhe bëri një telefonat. Nga ana tjetër, një zë femëror u përgjigj, zyra e zotit Berisha, Marina flet. Marina, unë jam. E di që është vonë, por dua që të bësh diçka për mua nesër herët në mëngjes. Marina Hoti ishte asistentja e tij personale prej 5 vitesh. Efikase, diskrete, e mësuar me kërkesa të pazakonta. Por asgjë nuk e kishte përgatitur për atë që erdhi më pas. Dua që të gjesh një vajzë për mua. Emri, Lora. Nuk e di mbiemrin. Duhet të jetë rreth 8-9 vjeç. Jeton në zonën e lagjes, Ali Demi ose rreth saj, me nënën dhe gjyshen e sëmur. Gjyshja quhet Salie. Nëna punon si pastruese, ndoshta në turne të 2 fishta. Lora shet lule cope në qendrën tregtare Tirana Gate. Pati një pauzë nga ana tjetër. Zoti Berisha, kjo është e pazakontë. Mund të pyes pse? Mundesh, por preferoj të mos shpjegoj në telefon. Thjesht duhet ta gjej. Në mënyrë diskrete. Nuk dua t'i friksoj. Kur të kesh adresën, më njofto. Në rregull. Do të filloj nesër herët në mëngjes. Arditi e mbylli dhe më në fund ndezi makinën. Rruga deri në apartamentin e tij luksos në blok ishte e shkurtër, por dukej se zgjati një përjetësi. Mendja e tij nuk ndalej duke përpunuar gjithçka që kishte ndodhur, të gjitha emocionet që dilnin në sipërfaqe pas vitesh të varrosura. Apartamenti e priti me heshtjen e zakonshme. 300 metra katror luks minimalist, dekor I shtrenjtë por I ftohtë, gjithçka në nuanca gri dhe të bardhë. Mure me vepra arti që ai kishte bler si investim, por kur nuk I kishte vlerësuar vërtet. Një kuzhinë e pajisur me pajisje elektroshtëpiake të teknologjisë së fundit që ai rrallë I përdorte, duke preferuar të porosiste ushqim ose të hante jashtë. Ishte shtëpia e dikujt që flinte aty, por nuk jetonte. Arditi I vendosi lulet e copës në një vazo boshe në salon, një vazo kristali që kishte kushtuar disa mijëra euro dhe që tani priste ato lule të thjeshta prej filci dhe teli. Kontrasti ishte pothuajse komik, por gjithashtu thellësisht simbolik. Ai e fotografoi mendërisht atë skenë dhe pyeti veten se kur kishte qenë hera e fundit që diçka e sinqert kishte hyrë në shtëpinë e tij. Nuk arriti të flinte atë natë. Qëndroi zgjuar, I shtrirë në krevatin e madh, duke parë tavanin, duke rijetuar çdo moment. Rënjen e Lorës. Sytë që shkëlqenin nga lotët e përmbajtur. Zërin e zonjës Afërdita duke folur për të qenit e padukshme. Fjalët e Maurit duke thënë se ai vend ishte për fëmijë të familjeve. Çdo imazh, çdo tingull, I gdhendur në kujtesën e tij me një qartësi të dhimbshme. Në 5 të mëngjesit, hoqi dorë nga gjumi. U ngrit, bëri kafe, u ul në divanin e sallonit dhe filloi të punonte. Por jo me shifrat dhe raportet e zakonshme. Këtë herë filloi të kërkonte për programe sociale, për përfshirjen, për mënyrën se si kompanitë mund të bënin vërtet ndryshim përtej fushatave boshe të marketingut. Zbuloi iniciativa nga vende të tjera, lexoi artikuj akademik, ndoqi leksione online. Ishte sikur një derë ishte hapur në mendjen e tij dhe ai ishte I dëshpëruar të shihte se çfarë kishte në anën tjetër. Marina telefonoi në 9 të mëngjesit. Zoti Berisha, kam informacione. Arditi u drejtua. Shpejt. Lora Kristina Sula. 9 vjeç, klasa e 4 e shkollës fillore. Jeton në rrugën Sami Frashëri, numër 237, apartamenti 23, Lagja, Ali Demi. Nëna quhet Besa Sula, punon si pastruese në 2 spitale, njërin në mëngjes dhe tjetrin natën. Gjyshja, Salie Sula, është 68 vjeç, ka diabet dhe probleme me zemrën. Lora studion në mëngjes në një shkollë publike dhe, pasdite, qëndron me gjyshen ose del për të shitur lulet që bën gjyshja.
Si I gjete të gjitha këto kaq shpejt? Bisedova me disa punonjes të qendrës tregtare, u tregova një foto që mora nga kamerat e sigurisë. Një pastruese e njihte vajzën nga pamja, dinte se studionte në shkollën e lagjes. Prej andej, ishte më e lehtë. Arditi mbeti I impresionuar, por jo I habitur. Marina gjithmonë kishte qenë efikase. Punë e mirë. Tani dua edhe diçka tjetër. Zbulo se cili spital është ai ku punon nëna natën dhe nëse është e mundur, cili është orari I saktë. Mund të pyes pse? Do të vizitoj familjen. Por dua ta bëj këtë kur nëna të jetë e pranishme. Nuk dua që Lora dhe gjyshja të mbeten vetëm me një të huaj që shfaqet në derë. Kuptoj. Do ta zbuloj dhe do t'ju njoftoj. Një orë më vonë, Marina telefonoi përsëri. Besa punon në spitalin Nën Tereza nga ora 9 e mbrëmjes deri në 6 të mëngjesit. Por sot është e enjte dhe të enjteve ajo punon vetëm një turn, del në 4 pasdite nga spitali I mëngjesit dhe qëndron në shtëpi deri në 5 të mëngjesit të ditës tjetër. Perfekte. Faleminderit, Marina. Zoti Berisha? Mund të jem indiskrete? Mundesh. Çfarë po ndodh? Në 5 vjet që punoj me ju, nuk ju kam parë kur të përfshiheni personalisht me asgjë që nuk ishte biznes. Dhe tani po hetoni jetën e një vajze 9 vjeçare. Kjo nuk është ju. Arditi buzëqeshi, një buzëqeshje e trisht. E di. Ndoshta është koha që unë të zbuloj se kush jam vërtet për te njeriu të biznesit. E mbylli para se Marina të mund të përgjigjej. Shikoj orën, 11 e mëngjesit. Kishte kohë. U kthye në dhomë, ndërroi rrobat. Gjinset e errëta, këmish e thjesht me kopsa, këpucë të rehatshme. Asgjë që të bërtiste pasuri. Donte të dukej thjesht një njeri I zakonshëm. Para se të dilte, mori një zarf dhe futi brenda disa kartëmonedha, jo shumë për të mos u dukur si shfaqje, por mjaftueshëm për të bërë diferencën. Shtoi një kartvizit me numrin e tij privat. Mendoi se çfarë të shkruante, por vendosi ta linte bosh. Disa gjeste nuk kanë nevojë për fjalë. Rruga Sami Frashëri ishte në një zonë më të thjeshtë të lagjes Ali Demi. Pallate të vjetra, disa të mirë mbajtura, të tjera jo aq shumë, rrugë të ngushta me makina të parkuara në të dyja anët, biznese të vogla në katin përdes, një furrë buke, një minimarket, një farmaci. Ishte lloji I lagjes ku të gjithë njieshin, ku fqinjet ende bisedonin në trotuare. Numri 237 ishte një pallat 5 katësh, me bojë të zbehur, interfon me disa butona të thyrë. Arditi shtypi butonin e apartamentit 23 dhe priti. Dëgjoj zhurmën statike të linjës së vjetër, pastaj një zë femëror I lodhur. Kush është? Unë quhem Ardit Berisha. Kam ardhur të flas me zonjën Besa për Loren. Pati një pauzë të gjatë, të ngarkuar me ankth. Ka ndodhur diçka me vajzën time? Jo. Ajo është mirë. Unë thjesht doja të bisedoja me ju. Premtoj se nuk do të zgjas. Një tjetër pauzë. Si e dini emrin e vajzës sime? Ishte një pyetje e mirë dhe Arditi e kuptoi frikën pas saj. Një nën beqare që jetonte në një lagje të thjeshtë, një I huaj që shfaqej duke ditur emrin e vajzës së saj. E takova dje në qendrën tregtare. I bleva disa lule. Doja të bisedoja me ju për këtë. Zhurma statike e linjës dukej se pulsonte me pavendosmëri. Më në fund, kati I tretë, dera djathtas. Dera e apartamentit u hap para se Arditi të trokiste. Një grua rreth të 30-tave u shfaq, e holl, me flokët të lidhur në një bisht kali të thjeshtë, e veshur me xhinse dhe një bluzë të thjeshtë. Fytyra e saj tregonte shenjat e dikujt që flinte pak dhe punonte shumë, por syt ishin të gjallë, inteligjent, dyshues. Besa Sula e shikoi Arditin nga kokat e këmbët, duke e vlerësuar qartë nëse ai ishte një kërcënim. Besa, e pyeti ai, butësisht. Unë jam. Dhe ju jeni? Ardit Berisha. Siç thash në interfon, e takova vajzën tuaj dje në qendrën tregtare. Mund të hyj? Besa hezitoi, por bëri një hap anash. Shtëpia është e thjeshtë. Nuk kemi asgjë me vlerë për të vjedhur, nëse këtë kërkoni. Nuk kërkoj asgjë përveç një bisede. Apartamenti ishte I vogël, ndoshta 50 metra katror në total.
Një salon që shërbente si dhomë ndenjeje dhe ngrënjeje me një divan 3 vendësh të vjetruar por të pastër, një televizor të vjetër, një tavolinë plastike me 4 karrige. Arditi pa 2 dyer, ndoshta dhomat e gjumit dhe një kuzhinë të vogël majtas. Gjithçka ishte e pastër, e organizuar, por ishte e pamundur të mos vije re varfërinë. Muret kishin njolla lagështje, dyshemeja ishte e plasaritur në disa vende, perdet ishin të zbardhura. Në një karrige pranë dritares, një zonjë e moshuar ishte ulur, duart e saj punonin një lule cope. Ajo ngriti syt kur Arditi hyri dhe ai pa të njëjtin shikim inteligjent dhe dyshues si të bijës. Mami, ky është zoti Ardi. Ai thot se ka takuar Loren. Zonja Salie e la lulen më njan, por nuk u ngrit. Uluni, zotëri. Më falni që nuk ngrihem, por këmbët nuk më binden si më parë. Arditi u ul në divan, duke mbajtur një distancë respektuese. Besa qëndroi në këmbë, e mbështetur në mur, me krahët e kryqëzuar në pozicion mbrojtës. Ishte qëndrimi i dikujt të mësuar të mbrojë, të mos besonte lehtë. Ku është Lora? Pyeti Arditi. Në shkollë, u përgjigj Besa. Do të kthehet së shpejti. Pse na kërkuat? Çfarë ka ndodhur? Arditi mori frym thellë. Nuk kishte një mënyrë të lehtë për ta treguar atë histori. Dje, në qendrën tregtare Tirana Gate, pash vajzën tuaj të poshtërohej nga punonësit e vendit. Ajo u shty, ra në tokë, lulet e saj u shkelën dhe u trajtua me përbuzje vetëm sepse po përpiqej të shiste disa lule. Fytyra e Besës u zbe. Ajo më tha se kishte rënë. Por nuk e tregoi pjesën tjetër. Ata të poshtër e prekën vajzën time me dorë. Një punonjes i kapi krahun dhe i tha të largohej. Ajo u pengua dhe ra. Por më e keqja nuk ishte kjo. Ishte mënyra se si e shikuan, sikur ajo të mos kishte të drejtë të ishte aty. Lotët filluan të rridhnin nëpër fytyrën e Besës, por ajo i fshiu me zemërim. Unë gjithmonë i them të mos shkoj në qendrën tregtare. Gjithmonë i them se ai nuk është vendi ynë. Por ajo këmbëngul, thot se atje shet më shumë. Dhe unë e lë, sepse kam nevojë për paratë. Kam nevojë për paratë që një fëmijë 9 vjeçar arrin të fitoj duke shitur lule cope, sepse nuk fitoj mjaftueshëm duke punuar 16 orë në ditë. Hidhurimi dhe turpi në ato fjalë e goditën Arditin si një thikë. Zonja Salie gjithashtu kishte lot në sy, por duart e saj vazhdonin të punonin lulen, sikur lëvizja përsëritse ta ndihmonte të përpunonte emocionet. Faji nuk është i yti, tha Arditi. Faji është i një sistemi që i detyron nënat si ju të punojnë deri në raskapitje dhe prapse prap të mos arrijnë t'u japin fëmijëve të tyre gjërat bazike. Dhe çfarë doni ju, duke ma treguar këtë mua? Pyeti Besa, zëri i saj i ngarkuar me dhimbje. Doni që t'ju falenderoj që më kujtuat se sa dështake jam si nën? Ju nuk jeni dështake. Ju jeni një nga njerëzit më të fortë që kam takuar ndonjëherë, edhe pse jemi takuar vetëm pak minuta më parë. Besa tundi kokën, mos besuese. Ju nuk më njihni. Nuk dini asgjë për mua. E di që punoni në 2 turne. E di që po e rrisni vajzën tuaj vetëm ndërsa kujdeseni për nënën tuaj të sëmur. E di që, pavarësisht të gjitha vështirësive, vajza juaj është e edukuar, e vendosur dhe ka një zemër të mirë. Kjo nuk ndodh rastësisht. Kjo është rezultati një nëne që, pavarësisht të gjitha vështirësive, po bën një punë të jashtëzakonshme. Besa më në fund u shem. U ul në dysheme, mbështeti shpinën në mur dhe qau. Nuk ishte një qarje delikate, por dënese të thella të dikujt që prej kohësh nuk i kishte lejuar vetes të shpërthente. Zonja Salie e la lulen dhe i zgjati dorën të bijës, por nga karrigia mund t'i prekte vetëm shpatullën. Arditi qëndroi i qetë, duke e lënë Besën të lironte vite frustrimi të akumuluar. E dinte se ndonjëherë mirësia më e madhe që mund të ofrosh është thjesht të jesh i pranishëm në vuajtjen e dikujt, pa u përpjekur ta rregullosh menjëherë. Kur dënesat u paksuan, Besa fshiu fytyrën me shpinën e dorës dhe shikoi Arditin. Pse jeni këtu? Çfarë doni vërtet? Dua të ndihmoj. Nuk kam nevojë për lëmosh. Nuk po ofroj lëmosh. Po ofroj drejtësi. Dhe një mundësi. Besa ngrysi vetullat. Nuk kuptoj. Arditi u përkul përpara. Unë nuk jam thjesht dikush që po kalonte nëpër qendrën tregtare. Jam pronar i 3 prej dyqaneve më të mëdha të atij kompleksi dhe kam pjesëmarrje aksionare në ndërmarrje.
Kur pash se çfarë i bën vajzës suaj, kuptova se isha pjesërisht përgjegjës për krijimin e një ambienti ku ky lloj gjëje lejohej. Dhe vendosa ta ndryshoj këtë. Sytë e Besës u zgjeruan. Ju jeni pronari i qendrës tregtare? Jo saktësisht pronar, por një nga investitorët kryesor. Dhe dje fillova të zbatoj ndryshime. Pushova nga puna baba Dimrin që i bëri grimas Neverie Lorës. Transferova punonisin që e shtyu. Po krijoj protokolle të reja shërbimi, trajnime të detyrueshme mbi përfshirjen, programe për të sjellë fëmijë nga komunitetet në nevojë për të marrë pjesë në evente. Por kjo është vetëm fillimi. Zonja Salie foli për herë të parë që kur Arditi hyri, zotëri, gjithë kjo është shumë e bukur, por nuk e ndryshon faktin që mbesa ime ende do të duhet të shes lule nesër, dhe pas nesër, dhe ditën tjetër, sepse ne kemi nevojë për para për të ngrënë dhe për ilaçet e mia e di. Dhe prandaj jam këtu me një propozim. Besa, ju punoni si pastruese? Besa pohoi, dyshuese se ku do të çonte kjo. Po sikur t'ju ofroja një punë më të mirë, me një pagë të denjë, orar fiks, kontratë pune, të gjitha përfitimet. Një punë ku nuk keni nevojë të vrisni veten duke punuar 2 turne, ku mund të jeni e pranishme për vajzën tuaj, ku keni kohë të kujdeseni për nënën tuaj. Duke bërë çfarë? Pyeti Besa, zëri i saj i ngarkuar me skepticizëm. Duke pastruar zyrat tuaja? Sepse kjo prapë do të ishte pastrim vetëm se për një person të pasur në vend të një spitali. Arditi tundi kokën. Jo. Po krijoj një departament të ri në kompanitë e mia, të fokusuar në përgjegjësinë sociale dhe përfshirjen. Kam nevojë për dikë që i kupton, me të vërtetë, nevojat e njerëzve që jetojnë me vështirësi. Kam nevojë për dikë që mund të më thotë kur idetë e mia janë boshe, kur programet e mia janë vetëm marketing. Kam nevojë për dikë me përvojë reale jete, jo dikë me diplomë të shtrenjtë, por pa idenë e realitetit. Dhe mendoj se ju mund të jeni ai person. Besa qeshi, një tingull pa humor. Unë as nuk e kam mbaruar gjimnazin. Mbeta shtatzën në moshën 18 vjeç, babai i Lorës u zhduk, dhe që atëherë po luftoj për të mbijetuar. Çfarë kualifikimi kam unë për të punuar me ju? Kualifikimin më të rëndësishëm nga të gjitha, ju e keni jetuar gjithë këtë dhe jeni ende këtu, duke luftuar. Ju e kuptoni se çdo të thotë të kesh nevojë, çdo të thotë të jesh i padukshëm, çdo të thotë dinjiteti i njeriut të zakonshëm. Kjo nuk mësohet në universitet, mësohet duke jetuar. Dhe unë kam nevojë për këtë njohuri nëse dua të bëj ndryshime reale. Besa shikoi nënën e saj, e cila gjithashtu dukej mosbesuese. Kjo nuk ka kuptim. Njerëz si ju nuk shfaqen nga hiçi duke ofruar punë për njerëz si unë. Njerëz si unë, përsëriti Arditi, kanë kaluar jetën duke harruar se dikur kanë qenë njerëz si ju. Unë u rrita i varfër, Besa. Shumë i varfër. Kam vuajtur nga uria, kam veshur rroba të arnuara, kam parë nënën time të vriste veten duke punuar dhe prapse prap të poshtërohej sepse ishte e varfër. Dallimi është se unë pata fat, mundësi dhe shumë punë të palodhur. Ndërtova një perandori, por në proces ndërtova edhe mure rreth vetes. Mure që më mbrojtën, por gjithashtu më izoluan nga realiteti. Dje, vajza juaj më ndihmoi t'i shija këto mure. Dhe tani po përpiqem t'i rrëzoj. Pati një heshtje të gjatë. Zonja Salie ishte e para që foli, gjithë kjo është shumë e bukur, zotëri Ardit. Por përvoja më ka mësuar se kur diçka duket shumë e mirë për të qenë e vërtet, zakonisht nuk është e vërtet. Çfarë doni vërtet nga ne? Dua të bëj ndryshim. Dhe kuptova se nuk mund ta bëj këtë vetëm, i ulur në zyrën time, duke vendosur se çfarë mendoj se është më e mira për njerëz që as nuk i njoh. Kam nevojë për ndihmë. Kam nevojë për perspektivë. Kam nevojë për të vërtetën. Besa u ngrit nga dyshemeja, ende duke fshirë lotët. Po sikur të them jo. Do të largoheni dhe do të harroni gjithë këtë? Nëse thoni jo, do ta respektoj vendimin tuaj. Por ndryshimet në qendrën tregtare do të vazhdojnë. Vajza juaj nuk do të poshtërohet përsëri, pavarësisht nëse e pranoni propozimin tim apo jo. Këtë e premtoj. Ishte në atë moment që dera e apartamentit u hap dhe Lora hyri me një uniform të thjeshtë shkolle, një çantë shpine në kurriz. Ajo u ndal kur pa Arditin, sytë e saj u zgjeruan nga njoja. Zotëri Ardit, thiri ajo, një buzëqeshje e madhe i ndriçoi fytyrën. Pastaj shikoi nënën e saj, e hutuar. Mami, çfarë po bën ai këtu?
Besa hapi krahët dhe Lora vrapoi drejt saj. Ai erdhi të bisedoj me ne, bi. Për atë që ndodhi dje në qendrën tregtare. Buzëqeshja e Lorës u zhduk. Të thash se kisha rënë. Më fal, mami. E di që gjithmonë thua të kem kujdes. Ti nuk bëre asgjë gabim, Lora, tha Arditi. Ata që bën gabim ishin të rriturit që duhet të kishin trajtuar më mirë. Lora e shikoi atë, pastaj nënën e saj, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë po ndodhte. Besa i përkëdheli flokët të bijës dhe mori një vendim. Zoti Ardit duhet të mendoj për propozimin tuaj. Është shumë për një herë. Por ju falenderoj që erdhët këtu, që u interesua. Kjo në vetvete është më shumë se sa shumica e njerëzve do të bënin. Arditi pohoi. Mori zarfin që kishte sjell dhe e vendosi mbi tavolinë. Nuk ka nevojë të vendosni tani. Numri im është në këtë kartë vizitë. Nëse doni të bisedojmë më shumë, vetëm telefononi. Dhe kjo këtu, tregoj zarfin, nuk është pagesë as lëmosh. Është një kërkesë faljeje në emër të gjithë të rriturve që dështuan me Lorën dje. Përdoreni për çfarë të keni nevojë. Besa e shikoi zarfin, por nuk e preku. Sa ka aty? Mjaftueshëm për disa javë ilaçe dhe ushqim. Siç thash, nuk është lëmosh. Është njohje e një padrejtësie. Lora u shkëput nga përqafimi i nënës dhe eci drejt Arditit. Pa paralajmërim, ajo e përqafoi, krahët e saj të vegjël i rrethuan belin e tij. Arditi mbeti i paralizuar për një sekond, pastaj ja ktheu përqafimin, duke ndjerë diçka brenda tij të thyej dhe të rindërtohej në të njëjtën kohë. Faleminderit, zotëri Ardit, përshpëriti Lora në gjoksin e tij. Ju jeni njeriu më i mirë që njoh. Arditi u detyrua të ra shikonte shpejt për të përmbajtur lotët. Edhe ti je e mahnitshme, Lora. Kur mos lejo askëm të bëj të ndihesh ndryshe. Kur Arditi doli nga apartamenti 10 minuta më vonë, mori me vete më shumë se sa kishte sjell. Mori imazhin e Besës që më në fund e merrte zarfin me duar që i dridheshin, të zonjës Salie duke thënë një lutje me zë të ulët, të Lorës duke i bërë me dorë nga dritarja ndërsa ai hynte në makinë. Mori përgjegjësinë e të pasurit bërë premtime që duhej t'i përmbushte. Dhe mori diçka që nuk e ndjente prej kohësh, shpresën se ndoshta ende nuk ishte vonë për të qenë një njeri më i mirë se sa kishte qenë. Celulari i tij ra kur ishte në mes të rrugës së kthimit. Ishte Marina. Zoti Berisha, duhet ta shihni këtë. Një video po bëhet virale në rrjetet sociale. Bëhet fjalë për një vajzë që po shtërohet në qendrën tregtare Tirana Gate. Tashmë ka më shumë se gjysmë milioni shikime dhe po rritet shpejt. Arditi ndjeu stomakun t'i shtrëngoi. Dërgoma linkun. Disa sekonda më vonë, ai ndaloi makinën në një pikë karburanti dhe shikoi videon. Dikush kishte filmuar momentin e saktë kur Lora u përs, kur lulet u shkelën. Cilësia nuk ishte e mirë, por ishte e mjaftueshme për të parë përbuzjen në fytyrën e babadimrit, mënyrën e ashpër se si e trajtoi punonjësi, njerëzit përreth duke qeshur ose thjesht duke injoruar. Komentet ishin një përzierje indinjate dhe kërkesash për drejtësi. Disa njerëz identifikonin qendrën tregtare, të tjerë kërkonin që përgjegjësit të ndëshkoheshin. Videoja tashmë ishte shpërndar nga influencues digital, faqe lajmesh, profile aktivizmi social. Në më pak se 24 orë, poshtërimi privat i Lorës ishte bërë një debat publik. Arditi telefonoi Teon menjëherë. E pe videon? E pash. Zyra e shtypit tashmë po më telefonon pa ndalur. Të gjithë duan një deklarat nga qendra tregtare. Ardit, kjo mund të bëhet një makt për marrëdhëniet me publikun. Ose mund të bëhet një mundësi, tha Arditi, mendja e tij tashmë duke punuar. Thirr një konferencë shtypi për nesër në mëngjes. Ora 9. Në sheshin qendror të qendrës tregtare, saktësisht aty ku ndodhi gjithçka. Një konferencë? Ardit, nuk e di nëse kjo është një ide e mirë. Ndoshta është më mirë të presim të shuhet zjarri vetë. Zjarri nuk do të shuhet, Teo. Dhe as nuk duhet. Është koha të marrim përgjegjësi publikisht dhe të tregojmë se ndryshimet që filluam dje janë reale. Më beso. E mbylli para se Teo të mund të protestonte. Telefonoj Marinën më pas. Dua që të organizosh diçka për mua. Diçka të madhe.
Dhe ndërsa shpjegonte planin e tij, Arditi e kuptoi se për herë të parë pas shumë kohësh, nuk po mendonte për fitime apo humbje, për imazhin korporativ apo strategjinë e biznesit. Po mendonte të bënte gjën e duhur, pavarësisht pasojave. Dhe kjo, zbuloi ai, ishte në të njëjtën kohë tmerruese dhe çliruese. Të nesërmen në mëngjes, në orën 8:45, sheshi qendror i qendrës tregtare Tirana Gate ishte i panjohshëm. Në vend të radhave të rregullta të familjeve që prisnin baba Dimrin, kishte një skenë të vogël të montuar, mikrofona të pozicionuar, kamera të mediave të ndryshme, gazetarë me bllokët e tyre të shënimeve, fotograf që rregullonin pajisjet. Lajmi për konferencën ishte përhapur shpejt, i amplifikuar nga videoja virale që vazhdonte të fitonte miliona shikime. Arditi arriti 15 minuta para orarit të caktuar, i shoqëruar vetëm nga Marina. Kishte veshur një kostum gri të errët por pa kravat, një zgjedhje e qëllimshme mes formales dhe të arritshmes. Teo ishte tashmë aty, dukshëm nervoz, duke biseduar me zë të ulët me zyrën e shtypit të qendrës tregtare. Patricia, koordinatorja e eventeve, ishte afër, duke kontrolluar detajet e fundit teknike. Kreshniku, mbikëqyrësi i sigurisë, koordinonte ekipin e tij për të mbajtur zonën të organizuar. Por kishte edhe të tjerë aty. Zonja Afërdita, pastruesja që kishte dëshmuar gjithçka, ishte ulur në rreshtin e parë të karrigeve të rezervuara për të ftuarit special. Pranë saj, Fiona, shitësia me ngjyrë që kishte folur për diskriminimin në mbledhje. Roja i ri i sigurisë që kishte pranuar se merrte udhëzime për të vëzhguar disa njerëz. Dhe, për habin e Arditit, Mauri, ish baba Dimri, ishte gjithashtu aty, në fund, pa kostum, duke u dukur shumë më i vogël dhe më i cenueshëm pa veshjen e kuqe dhe mjekrën e bardhë. Në orën 9 saktësisht, Arditi u ngjit në skenë. Zhurma e turmës u ul gradualisht derisa u shndërrua në heshtje pritëse. Dhjetëra sy ishin të ngulitur tek ai, kamerat regjistronin çdo lëvizje, mikrofonat kapnin çdo frymëmarrje. Ishte lloji i vëmendjes me të cilën Arditi ishte mësuar në sallat e mbledhjeve korporative, por këtu ishte ndryshe. Këtu nuk ishin aksioner apo partner biznesi. Ishte publiku i vërtet, njerëzit e zakonshëm, ata që do të prekeshin nga çdo vendim që ai do të merrte. Mirëmëngjes, filloi ai, zëri i tij i amplifikuar nga altoparlantët. Unë quhem Ardit Berisha. Jam biznesmen, investitor dhe një nga ortakët kryesor të këtij kompleksi tregtar. Jam këtu sot për të folur për një incident që ndodhi në këtë qendër tregtare 2 ditë më parë, një incident që u kap në video dhe që shumë prej jush duhet ta kenë parë tashmë. Një reportere nga një kanal televiziv ngriti dorën, por Arditi e ndërpreu butësisht. Ju lutem, më lejoni të mbaroj së pari. Pastaj do t'u përgjigjem të gjitha pyetjeve. Reporterja pohoi dhe uli dorën. 2 ditë më parë, vazhdoi Arditi, një vajzë 9 vjeçare e quajtur Lora u poshtërua në këtë vend. Ajo po përpiqej të shiste lule cope të bëra nga gjyshja e saj e sëmur, lule që ajo ishet për të ndihmuar në blerjen e ilaçeve dhe ushqimit për familjen e saj. Ajo nuk po shqetësonte askënd, nuk ishte agresive, nuk po bënte asgjë tjetër veç se ekzistonte në një hapësirë publike. Dhe prap se prap, u shty, ra, lulet e saj u shkelën dhe u shikua me përbuzje nga të rritur që duhej të dinin më mirë. Ai bëri një pauzë, duke i lënë fjalët të tingëllonin. Disa gazetarë filluan të shkruanin furishëm. Kamerat u afruan për të kapur më mirë shprehjen e tij. Unë isha këtu kur ndodhi kjo. Pash gjithçka. Dhe gjëja e parë që bëra ishte të indinjohesha, të revoltohesha, të doja të ndëshkoja përgjegjësit. Dhe në fakt, mora masa të menjëhershme. Aktori që bënte baba Dimrin dhe që tregoi përbuzje për vajzën i u prish kontrata. Punonjësi që e shty u transferua. Por ndërsa hetoja më shumë, kuptova diçka shqetësuese. Ky nuk ishte një incident i izoluar. Ishte vetëm shembulli më i fundit i një kulture diskriminimi që është instaluar jo vetëm në këtë qendër tregtare, por në shumë institucione në të gjithë vendin. Pëshpërima filluan të përhapeshin në audiencë. Arditi ngriti dorën duke kërkuar përsëri heshtje. Zbulova se njerëzit e thjesht ndiqen rregullisht nga rojet e sigurisë, sikur të ishin kriminal të mundshëm. Që klientët me ngjyrë vëzhgohen më shpesh. Që të moshuarit që hyjnë vetëm për të pushuar ftohen butësisht të largohen. Që nënave që ushqejnë fëmijët me gji u kërkohet ta bëjnë këtë në banjo. Që punonjësit e pastrimit, ata që e mbajnë këtë vend funksional, trajtohen si të padukshëm. Dhe e gjithë kjo ndodh nën maskën e ruajtjes së standardeve ose mbrojtjes së ambientit.
Një gazetare bërtiti, Zoti Berisha, po thoni se qendra tregtare ka politika diskriminuese? Po them se ne, dhe kur them ne përfshi edhe veten, kemi krijuar një kulturë ku disa njerëz janë të mirëpritur dhe të tjerë jo. Ku vlera e një personi matet nga pamja, nga rrobat që vesh, nga ngjyra e lëkurës, nga fuqia blerëse. Dhe kjo duhet të ndryshojë. Sot, Arditi mori frymë thellë para se të vazhdonte. Dua të bëj disa njoftime. Së pari, duke filluar nga kjo javë, kjo qendër tregtare do të zbatojë një program trajnimi të detyrueshëm mbi diversitetin dhe përfshirjen për të gjithë punonjësit, nga menaxherët deri te personeli i pastrimit. Nuk do të jetë një kurs online një orësh. Do të jetë një program serioz i drejtuar nga ekspert që do të zgjasë me muaj. Duartrokitje sporadike filluan të shfaqeshin. Arditi vazhdoi, së dyti, po krijojmë një komitet të përfshirjes sociale i përbërë nga punonjës të niveleve të ndryshme hierarkike dhe gjithashtu nga anëtarë të komunitetit. Ky komitet do të ketë fuqi reale vendimmarrëse mbi politikat e qendrës tregtare dhe do të mund të vërë veton ndaj çdo praktike që konsiderohet diskriminuese. Më shumë duartrokitje, tani më intensive. Së treti, do të zbatojmë një politikë të tolerancës zero për diskriminimin. Çdo punonjës i çdo niveli që kapet duke trajtuar klientët në mënyrë paragjykuese ose diskriminuese do të shkarkohet menjëherë. Nuk do të ketë shans të dytë kur bëhet fjalë për dinjitetin njerëzor. Audienca tani ishte plotësisht e angazhuar, disa në këmbë, duke duartrokitur. Por Arditi nuk kishte mbaruar. Së katërti, kjo qendër tregtare do të bëhet një hapësirë vërtet publike. Do të krijojmë zona shoqërore ku njerëzit mund të pushojnë pa pasur nevojë të konsumojnë. Do të sjellim programacion kulturor falas. Do të bëjmë partneritete me shkolla publike që nxënësit të mund të vizitojnë me transport dhe ushqim të siguruar. Duam që ky vend të jetë i të gjithëve, jo vetëm i atyre që kanë para për të shpenzuar. Duartrokitjet tani ishin të zhurmshme. Gazetarët shkëmbenin shikime të impresionuara. Kamerat rrotulloheshin për të kapur reagimin e audiencës. Dhe së fundmi, tha Arditi, duke pritur të kthehej heshtja, dua të njoftoj krijimin e një fondi prej 10 milion lekësh të menaxhuar në mënyrë të pavarur, të destinuar për të ndihmuar familjet në situatë të vështirë në rajonin e lagjes, Ali Demi dhe lagjeve fqinje. Ky fond do të ofrojë ndihmë emergjente, pagesën e ilaçeve, materiale shkollore dhe mundësi për aftësim profesional. Sepse nëse vërtet duam përfshirje, duhet të shkojmë përtej lejimit të njerëzve të varfër të frekuentojnë hapësira të pasura. Duhet t'i ndihmojmë ata të dalin nga varfëria. Heshtja që pasoi ishte e ngarkuar me emocion. Pastaj, ngadalë, audienca filloi të ngrihej dhe duartrokitjet u shndërruan në një ovacion në këmbë. Arditi pa zonjën afërdita duke fshirë lotët, pa Fionën me një buzëqeshje rrezatuese, pa madje edhe Teon, fillimisht rezistent, duke duartrokitur me miratim të sinqertë. Por pastaj, ndodhi diçka që Arditi nuk e priste. Nga fundi i sallës, Mauri, ish baba Dimri, ngriti dorën. Arditi hezitoi, por pastaj i bëri shenjë të afrohej. Turma u kthye për të parë se çfarë po ndodhte. Mauri u ngjit në skenë me hapa të pasigurt. Mori një nga mikrofonat, duart i dridheshin dukshëm. Unë quhem Mauri Santos. Isha baba Dimri që e trajtova atë vajzë me përbuzje. Dhe kam ardhur këtu sot për të kërkuar falje publikisht. Një pëshpërim kaloi nëpër audiencë. Mauri vazhdoi, zëri i tij i mbytur, kur Zoti Berisha më pushoi nga puna, u zemërova. Mu duk e padrejtë. Në fund të fundit, nuk kisha bërë asgjë që të tjerët nuk e bënin. Por mbrëm, shikove videon. Pash fytyrën time, pash shprehjen e neverisë që bëra. Dhe për herë të parë, e kuptova vërtet se çfarë kisha bërë. Unë shikove një fëmijë të pafajshëm që donte vetëm të shiste disa lule dhe e trajtova sikur të ishte më pak se njeri. Dhe nuk kam asnjë justifikim për këtë. Lotët filluan të rridhnin nëpër fytyrën e Maurit. Edhe unë kam qenë i varfër. Jam rritur në lagje të varfra, kam vuajtur nga uria, kam veshur rroba të dhuruara. Por kur e mora këtë punë, kur vesha atë kostum, u ndjeva i rëndësishëm për herë të parë pas shumë kohësh. Dhe pa e kuptuar, fillova të shikoja poshtë, aty ku kisha ardhur, me të njëjtin përbuzje që të tjerët dikur më kishin parë mua. U bëra saktësisht lloji i personit që urreja. Arditi i vuri dorën në shpatull Maurit, një gjest mbështetjeje të heshtur. Nuk po kërkoj punën time mbrapsht, tha Mauri.
Nuk e meritoj. Por nëse ka një mënyrë që unë të kompensoj, që të ndihmoj në këto ndryshime që Zoti Berisha po propozon, do të doja të merrja pjesë. Sepse duhet të bëj paqe me atë vajzë dhe me veten time. Heshtja që pasoi ishte e thellë. Pastaj, nga diku në audiencë, dikush filloi të duartrokiste. Të tjerë u bashkuan. Nuk ishte një ovacion si më parë, por një njohje e diçkaje po aq të rëndësishme, guximi për të pranuar gabimin, për të kërkuar falje, për të dashur të ndryshosh. Arditi ju afrua përsëri mikrofonin. Ajo që Mauri sapo bëri është e vështirë. Është shumë më e lehtë të mbrohesh, të gjesh justifikime, të fajsosh të tjerët. Të pranosh dështimin, veçanërisht publikisht, kërkon një forcë që pak e kanë. Dhe unë e pranoj ofertën tënde për të ndihmuar. Të gjitha ata që duan të jenë pjesë e këtij ndryshimi janë të mirëpritur. Ishte atëherë që, nga mesi i turmës, një zë fëmijëror bërtiti, zotëri Ardit. Të gjitha kokat u kthyen. Aty, duke mbajtur dorën e Besës, ishte Lora. Vajza kishte munguar në shkollë për të qenë aty, e sjell nga nëna që kishte marrë vendimin e vështirë për të lënë punën për disa orë për të dëshmuar atë moment. Arditi zbriti nga skena dhe eci drejt tyre. Kamerat ndoqën çdo hap, por ai nuk shqetësohej më. U ul në gjunjë para Lorës, duke u bërë në nivelin e saj. Përshëndetje, Lora. Përshëndetje, zotëri Ardit. Të pash në televizor mbrëm. Po flisje për mua? Po flisja për atë që ndodhi me ty për sa gabim ishte. Dhe për mënyrën se si do të bëjmë që të mos ndodhë më kur me ty apo me ndonjë fëmijë tjetër. Lora shikoi rreth e rrotull, të gjitha ata njerëz, të gjitha ato kamera, të gjitha ata sy të ngulitur tek ajo. Të gjithë po më shikojnë mua. Po. Por këtë herë po të shikojnë me respekt, jo me përbuzje. A të shqetëson? Lora mendoi për një moment, pastaj tundi kokën. Jo. Sepse ti je këtu. Besa, e cila ishte pranë, më në fund foli, duke ju drejtuar Arditit, kam menduar shumë për propozimin tuaj. Kam biseduar me nënën time. Kam biseduar madje edhe me Loren, megjithse ajo nuk e kupton plotësisht. Dhe kam vendosur ta pranoj. Por me një kusht. Cili? Unë punoj për ju, ndihmoj me këto programe përfshirjeje, bëj gjithçka që kërkuat. Por ju duhet të premtoni se nuk do të hiqni dorë. Që kjo nuk është vetëm për sy e faqe, nuk është vetëm për të qetësuar revoltën e rrjeteve sociale. Duhet të di se jeni i përkushtuar me të vërtetë. Arditi i zgjati dorën. Premtoj. Dhe nëse një ditë e thyj këtë premtim, keni leje të më kërkoni llogari publikisht. Besa ja shtrëngoi dorën dhe në atë shtrëngim kishte një marrëveshje më të thellë se çdo kontratë korporative mund të shprehte. Një gazetar u afrua me mikrofonin e zgjatur. Zoti Berisha, mund të bëj disa pyetje? Arditi u ngrit, por i mbajti Loren dhe Besën pranë tij. Mundesh. Çfarë ju motivoi të bëni gjithë këtë? Pse nuk e zgjidhët thjesht problemin në mënyrë diskrete, siç bëjnë shumë kompani? Arditi shikoi Loren para se të përgjigjej. Sepse problemet diskrete gjenerojnë ndryshime diskrete. Dhe ndryshimet diskrete nuk ndryshojnë asgjë me të vërtetë. Mund të kisha paguar një dëmshpërblim për familjen, të kisha pushuar nga puna disa punonjës dhe të kisha vazhduar përpara. Por kjo nuk do të kishte ndryshuar kulturën që e lejoi atë të ndodhte në radhë të parë. Desha të bëja zhurmë sepse vetëm me zhurmë njerëzit i kushtojnë vëmendje. Por a nuk keni frikë se kjo do të ndikojë negativisht në bizneset tuaja? Se klientët e pasur do të ndalojnë së frekuentuari qendrën tregtare? Nëse klientët ndalojnë së ardhuri sepse ne i trajtojmë të gjithë me dinjitet, atëherë nuk janë klientët që unë dua. Dhe sinqerisht, mendoj se shumica e njerëzve, pavarësisht klasës sociale, duan të jetojnë në një botë më të drejtë. Ne po vëm bast për këtë. Një tjetër gazetar e pyeti, po për vajzën? Lora, si ndihesh për gjithë këtë? Lora shikoi nënën e saj, e cila pohoi inkurajuese. Unë vetëm doja të shisja lulet e mia, nuk doja të shkaktoja probleme. Ti nuk shkaktove probleme, e dashur, tha gazetarja butësisht. Problemet ekzistonin tashmë. Ti thjesht i bëre të dukshme. Pyetjet vazhduan për gjysmë ore tjetër. Arditi ju përgjigj të gjithave me ndershmëri, ndonjëherë duke pranuar se nuk i kishte të gjitha përgjigjet, ndonjëherë duke njohur dështimet e tij të kaluara.
Nuk u përpoq ta pikturonte veten si hero, nuk u përpoq të minimizonte gravitetin e asaj që kishte ndodhur. Thjesht u zotua vazhdimisht të bënte më mirë. Kur konferenca më në fund mbaroi dhe kamerat filluan të fiken dhe gazetarët filluan të shpërndaheshin, Arditi qëndroi aty për disa minuta të tjera, duke biseduar me njerëzit që i afroheshin. Zonja Afërdita e falenderoi me lot në sy. Fiona tha se për herë të parë në 5 vjet ndihej shpresëdhënëse për punën e saj. Kreshniku, mbikëqyrësi i sigurisë, ja shtrëngoi dorën fort dhe tha, "Do ta bëjmë siç duhet, shef." Dhe Mauri, ish baba Dimri, ju afrua Lorës. U ul në gjunjë, siç kishte bërë Arditi, dhe tha me zë të mbytur, "Lora, unë u solla shumë keq me ty, shumë mizorisht. Dhe më vjen shumë keq. Më vjen keq me të vërtetë." Lora e shikoi për një moment të gjatë. Pastaj, me mençurinë e thjeshtë që ndonjëherë vetëm fëmijët e kanë, tha, "Të gjithë bëjnë gabime, zotëri. Mami im gjithmonë e thot këtë. E rëndësishme është ti rregullosh." Mauri nuk arriti t'i përmbante lotët. "Faleminderit. Ti je një njeri më i mirë se sa unë meritoj." Besa përqafoi të bien dhe Arditi pa në atë përqafim gjithë shpresën e një të ardhmeje më të mirë. Një të ardhme ku fëmijë si Lora nuk do të duhej të shisnin lule për të bler ilaçe. Ku nëna si Besa nuk do të duhej të punonin 16 orë në ditë dhe prapse prap mezi të mbjetonin. Ku njerëz si zonja Afërdita do të shiheshin dhe respektoheshin. Ku gabime si ato të Maurit do të ishin të rralla dhe kur të ndodhnin do të përballeshin në vend që të injoroheshin. Atë natë, Arditi u kthye në apartamentin e tij luksos, por ai dukej ndryshe. Më pak bosh në një farë mënyre. Ai shikoi lulet e copës ende në vazon e kristalt, tashmë duke filluar të vyshkeshin pak, por ende aty dëshmitare të heshtura të një transformimi që kishte filluar me një gjest të thjeshtë mirësie. Hapi laptopin dhe filloi të punonte. Jo me tabela apo raporte financiare, por me plane konkrete për të zbatuar gjithçka që kishte premtuar. Kontaktoi organizata të specializuara në përfshirjen sociale. Filloi të hartonte programin e trajnimit. Skicoi udhëzimet e komitetit të përfshirjes. Përcaktoi parametrat e fondit të ndihmës. Punoi deri vonë, por nuk ishte puna raskapitse dhe boshe e mëparshme. Ishte punë me qëllim, me kuptim. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, Ardit Berisha shkoi të flinte duke ndjerë se jeta e tij kishte një farë kuptimi përtej grumbullimit të më shumë parave. Në javët në vijim, ndryshimet filluan të merrnin formë. Programi i trajnimit u zbatua me seanca intensive ku punonjësit mësuan jo vetëm teorinë, por dëgjuan histori reale të njerëzve që ishin diskriminuar. Zonja Afërdita ishte një nga folëset e ftuara, duke treguar me emocion për 15 vitet e saj të padukshme duke pastruar qendrën tregtare. Komiteti i përfshirjes u formua me përfaqësues nga të gjitha nivelet hierarkike. Besa, duke përmbushur premtimin e saj, u bë koordinatorja e departamentit të ri të përgjegjësisë sociale. Veprimi i saj i parë ishte të rishikonte të gjitha politikat e brendshme të qendrës tregtare, duke identifikuar dhe eliminuar ato që, edhe pse jo me qëllim, krijonin barriera për njerëzit me të ardhurat të ulta. Fondi i ndihmës filloi të funksiononte me qindra familje që përfitonin. Procesi i përzgjedhjes u hartua të ishte i denjë, pa poshtërim, pa kërkuar që njerëzit të provonin vuajtjen e tyre në mënyrë turpëruese. Dhe më e rëndësishmja, kultura filloi të ndryshonte. Jo brenda natës, jo në mënyrë perfekte, por ndryshoi. Punonisit që më parë ndiqnin automatikisht disa profile, tani ndalonin për të vënë në dyshim paragjykimet e tyre. Menaxherët që më parë injoronin ankesat për diskriminim tani i merrnin seriozisht. Qendra tregtare filloi të bëhej, ngadalë, ajo që gjithmonë duhej të kishte qenë, një hapësirë vërtet e të gjithëve. Sigurisht që jo gjithçka ishte perfekte. Kishte rezistencë. Disa punonjës të vjetër dhanë dorëheqjen duke mos dashur të përshtateshin me politikat e reja. Disa klientë u ankuan në rrjetet sociale se qendra tregtare po humbiste standardin e saj. Por për çdo zë rezistence, kishte 2 zëra mbështetjeje. Dhe më e rëndësishmja, shitjet nuk ranë siç kishin frikë disa. Në fakt, u rritën. Sepse përfshirja u zbulua nuk ishte vetëm moralisht e drejtë. Ishte gjithashtu e mirë për biznesin. Arditi dhe Besa u bën partner të papritur por efikas. Ajo e mbante të lidhur me realitetin, kur nuk e linte të humbiste në abstraksione korporative.
Ai I jepte mjetet dhe fuqinë për të bërë ndryshime reale. Së bashku, filluan të zgjeronin modelin në qendra të tjera tregtare të grupit, duke krijuar një lëvizje që ka përcente vetëm Tirana Gate. Lora u kthye të ishte një fëmijë. Ndaloi së shituri lule, sepse nuk kishte më nevojë. Nëna e saj tani fitonte një pagë të denjë. Gjyshja e saj kishte akses në ilaçet që I nevojiteshin. Por ajo nuk harroi. Një herë në muaj, Lora vizitonte qendrën tregtare me nënën e saj, jo për të shitur, por për të marrë pjesë në aktivitetet e programit të përfshirjes, duke treguar historinë e saj fëmijëve të tjerë, duke treguar se edhe situatat më të vështira mund të ndryshojnë. Dhe një të shtunë pasdite, 3 muaj pas asaj konference shtypi, Arditi ishte në qendrën tregtare kur pa një skenë që e bëri të ndalonte. Një babadimër I ri, I përzgjedhur dhe I trajnuar me kujdes, ishte në fronin e tij. Në radhë, kishte fëmijë të gjitha llojeve, disa të veshur mirë, të tjerë jo, disa me aftësi të kufizuara, të tjerë jo, një ylber ngjyrash dhe kushtesh sociale. Dhe babadimi I priste të gjithë me të njëjtën buzëqeshje të sinqertë, të njëjtën dashuri, të njëjtën vëmendje. Një vajzë me rroba të thjeshta, shumë e ngjashme me Loren atë ditë fatidike, u afrua me ndrojtje. Babadimi u përkul, ja kapi dorën me butësi dhe e pyeti, "Dhe çfarë dëshiron për dhuratë krishtlindjesh, princesh?" Vajza, e habitur nga ai trajtimi butë, buzëqeshi aq gjerë sa Arditi ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. "Unë dua që mami im të mos ketë nevojë të punoj kaq shumë," tha ajo me ndershmërinë brutale të fëmijëve. Babadimi nuk qeshi, nuk e minimizoi. "Në vend të kësaj," tha, "kjo është një dëshirë shumë e bukur. Tregon se ti ke një zemër shumë të mirë. Dhe e di çfarë mendoj? Mendoj se me njerëz si ti në botë, një ditë kjo dëshirë do të realizohet." Arditi u kthye, duke mos dashur që askush të shihte lotët në sytë e tij. Eci drejt zonës së shoqërimit që kishin krijuar, ku njerëzit mund të uleshin dhe të pushonin pa pasur nevojë të konsumonin. Aty, pa të moshuar që bisedonin qetësisht, nëna që ushqenin fëmijët me gjë pa u shqetësuar, të rinj që studionin duke përdorur IFIN falas. Ishte një skenë e thjeshtë, madje e zakonshme. Por për Arditin ishte një provë se ndryshimi I vërtet ishte I mundur. Celulari I tij ra. Ishte Lora, duke përdorur celularin e thjeshtë që Besa kishte arritur të blinte me pagën e re. Zotëri Ardit. "Gjeje çfarë?" "Çfarë, Lora?" "Mora 10 në matematikë." Mësuesja tha se ishte nota më e mirë e klasës. "Urime. Jam shumë krenar për ty, është sepse tani mund të studioj me të vërtetë. Kam kohë, kam materiale dhe nuk jam e lodhur gjithë kohës. Faleminderit, zotëri Ardit. Për gjithçka. Nuk ka nevojë të më falenderosh, Lora. Ti më dhe shumë më tepër se sa unë të dhash ty, si thua." Arditi buzëqeshi. "Një ditë do ta kuptosh. Vazhdo të studiosh, në rregull. Bota ka nevojë për njerëz inteligjent dhe të mirë si ti." Pasi e mbylli, Arditi qëndroi aty ulur për disa minuta të tjera, vetëm duke vëzhguar jetën që ndodhte rreth tij. Mendoi për nënën e tij, zonjën Lume, dhe imagjinoi se ajo do të ishte krenare. Jo për paratë që ai kishte grumbulluar, jo për perandorinë që kishte ndërtuar, por për ndryshimet që më në fund po bënte, për jetët që po prekte. Krishtlindjet po afroheshin përsëri dhe për herë të parë pas 28 vitesh, Arditi nuk ndjente atë neveri familjare. Ndoshta këtë vit ai madje do ta dekoronte apartamentin. Ndoshta do të ftonte Besën, Loren dhe zonjën Salie për darë. Ndoshta ishte koha të fillonte të ndërtonte familjen që kishte humbur, jo nga gjaku, por nga zgjedhja dhe lidhja. Sepse në fund, kjo ishte ajo që ajo vajzë me lulet e saj të copës I mësoi, se pasuria më e madhe nuk qëndron në sa ke, por në sa je I aftë të interesohesh. Se pushteti pa empati është vetëm tirani e maskuar. Se ndryshimi I vërtet fillon kur ndalon së shikuar I lartë, I fiksuar për të pasur më shumë, dhe fillon të shikosh përreth, duke parë se kush ka nevojë për ndihmë. Dhe se ndonjëherë mësimet më të mëdha vijnë në paketat më të vogla, një vajzë 9 vjeçare me këpucë të vjetruara dhe një zemër më të madhe se bota, e cila nuk kërkoi asgjë tjetër veç dinjitetit dhe, duke e bërë këtë, transformoi gjithçka. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Arditit dhe Lorës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim transformimi dhe shpengimi, klikoni butonin më pëlqej, abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë. Ishte guximi I Arditit për të pranuar dështimet e tij?
Forca e besës dhe lorës përballë vështirësive? Apo kërkesa e faljes së Maurit? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor dhe na kujtojnë se kur nuk është vonë për të ndryshuar, për të bërë mirë, për të qenë ndryshimi në jetën e dikujt. Faleminderit që na ndoqët dhe ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që do t'ju prekë zemrën dhe do t'ju bëjë të reflektoni për llojin e personit që doni të jeni në botë.